Të dashur miq, mirë mbrëma. Si e shikoni u rikthyem përsëri ditë e diel, datë 30 mars 2027. Dhe kemi arsye për të uruar sot Fite Bajramin, gëzuar të gjithë besimtarët musliman, kudo që janë, Sarandë kudo që janë, kemi një arsye të dytë sepse Zoti Dajko ka pas ditëlindjen dje edhe e urojmë edhe kështu live. Pra jemi live si çdo të diel, Zoti Dajko të kemi parë në intervista të tjera. Tani unë do bëja një ndërprerjes dhe Saranda. Unë them të na ndjekin dhe përshëndesim në Delvinjotët, ë? A marrë këtë ekskluziv. Sarandotët, Delvinjotët, Himariotët, gjithë qarku i Vlorës, gjithë qytetarët, gjithë votuesit e qarkut të Vlorë që jetojnë në Sarandë, në Delvin, në rrethinat e tyre, në Shqipëri dhe kudo që janë, sepse Zoti Lapaj do të jetë jashtë sot Zoti Lapaj. Jo, Shqipëri. Në Shqipëri. Besoj se Zoti Lapaj na ndjek, të lutem Zoti Lapaj se ju e ndini kemi qenë në këtë hapësirë, e dini që ka nevojë që të promovohemi, ju lutem share në gjithë ndjekësit e Shqipëria bëhet kudo që janë. Titulli i emisionit të sotëm është emisioni i dytë elektoral, edhe ne marrim fuqi kur janë emisione elektorale. Edhe pse unë sot ndihem jashtëzakonisht inferior, për shkak se kam në studio më duket nga bisedat që bën në kafe 3 eksponentë të djathtë, pavarësisht se ku qëndrojnë në spetin politik shqiptar, ndërsa unë i majti qendrës në minorancë, kështu që me sa shikoj Crossfire-i do drejtohet nga unë sot. Dhe do kem 3 snajpera përballë dhe nuk e di nëse sot do ja dal. Por e rëndësishme është që dy të ftuarit tanë. Do jesh i majt sot tani na marrim vesh. Zonja Edleva Merko, Përshëndetje. arsimtare në profesion, Prej 19 vitesh. prej 19 vitesh, një Delvinjote Sapi, Po. e cila ka vendosur të për shkak në fakt të goditjeve politike që marrë nga e majta, të zhvendoset në Tiranë dhe na bën drejt që është një lloj ambasadore Delvinës në Tiranë. Në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë mendoj. Dhe në gjithë Shqipërinë. Njëkohësisht kemi në studio zotin Vasil Dajko, ekonomist në profesion. Është kënaqësi për mua që kam një ish zësin tim, me kam në krah dhe me shpresë që në 12 maj të jetë në listat e fituesve. Ju urojmë që në 12 maj të jeni në listën e fituesve. Si janë numrat deri tani? Keni ndonjë prognozë? Mund të vazhdosh. Faleminderit për këtë sugjerje. Marr shkas të uroj dhe unë gëzuar gjithë besimtarëve musliman, gëzuar Fite Bajramin. Kënaqësi të jemi profesorin dhe mikun tim Bimin. Ne faktikisht kemi rreth një vit e gjysmë që jemi gjithmonë në teren. Jemi vazhdimisht në teren që nga Saranda deri në Shkodër edhe Dhe jashtrojeve shqiptare. Kemi filluar nga Kreta deri në Kanada. Kështu që sondazhet për ne janë veterani. Ne marrim mesazhe, ne marrim frymëzim dhe gjejmë hapësirë kudo. Dhe nuk është se po synojmë spektrin e djathtë apo spektrin e majt shoqëror, po ne synojmë gjithçka. Sepse qoftë majt, qoftë djathtë janë të zhgënjur. Siç edhe ti një prej tyre. Je një i majt i papërfaqësuar tani. Saktë. Unë do shtoja këtë tjetrën që kur e nisëm rrugtimin, na thanë që nuk do t'ja arrini, nuk do t'ja dini, ja ku jemi sot. Mblodhëm plot 21.000 firma që vota e diasporës të bëjë konkrete dhe sot gjithë diaspora kanë mundësinë të votojnë aty ku jetojnë. Dhe ky është një fakt i kryer dhe një arritje e jona mund ta quaj. Dolëm qytet me qytet në gjithë Shqipërinë duke mbledhur firma dhe jemi shumë krenar për këtë gjë që bëm. Vazhdojmë me hapin e radhës, me pikën e dytë nga 4 pikat kryesore që ne kemi patur si lëvizje fillimisht dhe tani si parti politike. Pika e dytë ishte hapja e listave zgjedhore. Dhe ne vim në këtë zgjedhje me listë të hapur. Dhe ky është përsëri një fjalë mbajtur nga Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet. Kështu që do të thotë qytetarët e kanë përfaqësuar dhe përqafuar këtë ren, kështu që shpresojmë që të na mbështesin dhe të na votojnë në zgjedhjen 11 majit. Kështu që pse jo? Ky vini me një listë të çuditshme. Pse? Keni 4 vetët e parë. Po. Një listë me familjar. Që ju besoni që nuk nuk do kandidojnë dhe nuk do kemë pretendime. Është një listë e cila është një realist. Do të jetë një problem i madh në qoftë se ju do të keni mundësinë në ndonjë nga zonat të fitoni ndonjë mandat, për arsye sepse e provoi Lul Basha.
me një sukses që nuk i quaj sukses, domethënë ishte një dështim i madh e asaj kohe, edhe unë shpresoj që ju të mos keni të njëjtën zhgënjim, sepse kombi do kishte një zhgënjim nga ajo gjëja, po ajo është një nga problematikat tuaja të mëdha. Me listën një në radhë të parë, pa figuar akoma çështjen. Po, për mua është kënaqësi që të kem këtu një. Ju njoh. Kënaqësi dhe jone. Ka shumë që të dyve në background. Që kemi edhe bashkëpunuar bashkë, në zgjedhjet lokale. Sa kuptoj edhe kemi punuar bashkë, dikur. Po. Ju tani jeni futur një luftë të vështirë. Por jo të pamundur. Sigurisht. Por, të jemi realist, Saranda Flora, si që ka parë edhe të tjerë në kandidatura të ngjashme me tuaja në këto momente, të cilat kanë qenë të pasuksesshme dhe kanë rezultuar më tepër ndihmë për partitë e krahut kundër. Bajmund, po, cili ka qenë më i forti përveç Albert Malajt nuk besoj se ka qenë ndonjë që i ka ardhur më konkurim në qarkun e Vlorës. Sot e kishte akoma të influencë, sepse ishte Albert Malajt ka qenë një nga personat që ka qenë unë do thosh. Nëse po flasim për kohë të ndryshme, po flasim për kohë të ndryshëm, njerëz të ndryshëm, karaktere të ndryshme dhe qëllime dhe objektiva të ndryshme. Dhe nevoja të ndryshme. Janë shumë faktorë që ti mund t'i listosh dhe argumentosh. Për të kundërshtuar të asaj që sapo thatë. Një person me pushtet që kishte pasur një impakt po mendoj se pushtetit e ezauron, pavarësisht. Pushteti e ezauron këdo që ka qenë, ju keni vetëm një të mirë që mund të listohet edhe si e keqe, ju nuk keni qenë të provuar nga pushteti. Kjo është vetëm një gjë me të cilën ju mund ta përdorni si kartë në këtë moment. Të ndërpres vetëm pak. Faleminderit. Vetëm ne kemi një ndryshim. Ne të gjithë jemi profesionistë nga fusha të ndryshme dhe vim me një eksperiencë të gjatë pune. Aktualisht unë vi nga arsimi me 19 vite eksperiencë punë në arsim. Vasili po ashtu nga fusha e ekonomisë dhe gjithë pjesëtarët e tjerë të grupit vi me eksperjenca të ndryshme. Ndërkohë, ne e dim shumë mirë që politikanët që sot janë në parlamentin e Shqipërisë vinë direkte me xhaketa veshur dhe nuk janë, po t'i heqim xhaketën, nuk janë profesionistë, nuk ja din profesionet e tyre. Shumica e tyre, nuk po them gjithë, por shumicën e tyre ne e dim. Përveç listës obskure të sigurt. Atëherë, më dole shumë mirë të lista. Listës obskure të Partisë Socialiste që nuk e di se çfarë është po na hedh në treg Partia Socialiste. Lista e PS dhe PD, sepse dhe PD-ja, shiko, ta sqarojmë mirë. PD-ja e kishte në dorë që të miratonte për listat e hapura dhe nuk e bëri. Përse? Dhe përse në ato lista janë persona të cilët janë provuar me mandate. A duhet kishte të rinj të tjerë nga Partia Demokratike në listat e Partisë Demokratike që të përfaqësonin Sarandën? Po. Përse nuk janë ose Partinë Socialiste? Atëherë ne vim me listat e hapura për të gjithë qytetarët që kanë alternativë të zgjedhjen, sepse këto nuk quhen zgjedhje nëse ti e përcakton se kush do të jetë fituesi. Gjatë tek pjesa e listës së Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste janë përcaktuar fituesit. Atëherë për çfarë dënohet? Për asgjë. Ndërsa ne jemi komplet ndryshe. KQZ-ja nuk meritoi që ne të vinim vetëm me listën e hapur dhe ne u detyruam të sillim prindrit tanë, po shpjegojmë një formulë dhe ishte një mesazh që prindrit tanë duan t'ia japin politikës së vjetër, që në momentin që ata do të bëjnë dhe politikës së re, por dhe politikës së vjetër që janë aktualisht në propozicione dhe në lista të mbyllura realisht, që duhet të japim mundësinë të rinjve. Nëse nuk jemi ne, të jetë dikush tjetër i ri, por Shqipëria duhet të ecë përpara. Dhe unë duhet të bëj një sqarim. Nuk jemi akoma, më thënë nuk do të vazhdojmë më tek e majta apo e djathta. Është emergjencë kombëtare, është Shqipëria mbi të gjitha. Është pika kritike, ne shkojmë jashtë në përtakime,
dhe ka më shumë njerëz jashtë në takime se në Shqipëri. Themi ku jemi, çfarë po ndodh. Është vendosur gjithë Shqipëria, gjithë shqiptarët jetojnë në emigrim. Më fal, aty janë biznesmen të fuqishëm, janë në profesione nga më të ndryshmet dhe janë të suksesshëm. Si ka mundësi që këtu në Shqipëri nuk jepet mundësia dhe nuk janë të suksesshëm? Jemi profesionista që banoni këtu në Shqipëri dhe që keni marrë përsigurt të detyra. Jemi edhe në lidhën kohë, për t'ju sjell paksa edhe në realitet. Lista e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës drejtohet nga zoti Lecaj, i cili është një politikan karriere, siç është edhe një profesionist karriere. Ka mbajtur pozicione të rëndësishme, ka vërtetuar kapacitetin e tij profesional, pa dyshim në këtë drejtim dhe kapacitetet e veta politike. Besoj se ka ndonjë dyshim në këtë pjesën. Nuk do marr përsigurt të diskutoj për një politikan karriere siç është zoti Dule, i cili është i dyti në listë, po zonja Zhupa padyshim që dhe ajo e ka vërtetuar veten e vet, është një nga zërat e gjinisë vet që ka lënë realisht një vend për veten e vet kudo në Republikë. Dhe që është një fat personal të ta ketë. Të lutem shumë. Të vazhdojmë këtu? E shikoj që më fut në kuadrat lutem regjia. Më fut në kuadrat lutem regjia sepse Jemi mund të flasni vetëm një gjë. Po të lutem. Të tre personat që i përmendët, qoftë zoti Leskaj, qoftë zoti Dule, qoftë zonja Zhupa, kanë vite të tëra pa provuar në garë. Pa provuar në garë. Në garë, quaj një garë, po ajo të fikroj dikën në një lidhë apo t'i Le të themi klubi i kadërt që unë e mbajta edhe në rezervë, zoti Hoxha. Atir Hoxha është një person djalë i ri, nuk ka absolutisht asnjë vlerë më pak, biles është edhe i provuar, ka punuar edhe në shtet, ka drejtuar edhe politikisht degën e Vlorës, me sukses, do doja që të thosha, sepse i tillë edhe ka qenë. Është një politikan i ri, i cili po e vërteton lidhjen e vet që ka me elektoratin, edhe njëherë është edhe mbështetjen e vet. Është duke punuar. Edhe unë them që lista është realisht me vlera, për të mos folur për listën e hapur, e cila i ngjelet konkurimit ashtu siç jeni dhe ju me këtë lloj. Atëherë unë do të kundërshtoj, sepse asnjë nga këto zëra unë nuk e kam parë në parlament të flasi për Sarandën, për Delvinën ose për Vlorën. Zonjën Zhupa e ke dëgjuar shumë. Nuk e kam parë të flasi për, nuk e kam dëgjuar asnjëherë të flasi për zyrën arsimore që është hequr Delvinës, që nuk ka një investim në gjimnazin Sulejman Delvina, që nuk ka një investim në pjesën e bujqësisë dhe blegtorisë në Delvinë, që nuk ka një investim për të bërë atë rrugën Delvin Saran, që të ketë Delvina një dritare për pjesën e turizmit, nuk kam parë një zë që të flasi për spitalin e Delvinës që është mbyllur dhe Delvina nuk ka më një spital, ndërkohë ka njerëz, ka banor, ka qytetar dhe nuk ka një spital. Është e drejtë kjo gjë? Atëherë, këto do të jenë zëra në parlament, sepse unë nëse mua nesër do më jepet mundësia të jem pjesë e atij parlamenti, unë do të çoj ato problematika që banorët e qytetit tim kanë çdo ditë. Sepse unë jam e zgjedhur nga ata qytetarët e mi. Jemi duke ose jo më larg, kemi qenë bashkë me Vasilin fundjavën që kaloi në Kuç të Vlorës, ku përmbehet uji i banorëve dhe ne kemi qenë në protestën atyre banorëve, kemi dashur që mos të flasim të heshtim, por të dëgjojmë vetëm banorët, që mos të marrim ne si subjekt politik protagonizmin, por ta kenë banorët, ata që kanë problemin aktualisht në atë zonë. Keni thjesht vizitor të një problemi të momentit. Jo, më fal. Problem është pjesa e ujit. Problem ishte pjesa e shtëpive që po merrem, problem është pjesa e manastirit që janë bërë vilat, problem është kjo, problem është ajo, po më fal. Unë për këtë problem nuk më jeni, jam një aktiviste për shumë vitesh, për 18 vitesh të kauzave të ndryshme të qytetarëve në të gjithë Shqipërinë. Do të kujtoja ujin e Kalasës. Mund të hysh, të klikosh dhe jam nga ato persona që janë zë me një masakrë mjedisore, me një ujë i cili ishte
për asistencën e të gjitha tokave të Delvinës. Kam folë për ndarjen territoriale të shtetit të Delvinës, që është bërë pa drejt, sepse Delvina është lënë si fshat në mëshirë të fatit. Fushat që kishin nevojë të mbilleshin, fushat të cilat ngelen të tjera aktualisht, dhe ju nuk është se keni qenë në ato. Ju jeni thjesht duke përdorur në këtë moment disa zëra elektorale. Ne kemi 2 vite që jemi në teren, nuk kemi thjesht zëra elektoral dhe nuk i kemi nisur fushatën vetëm për pjesën tani për pozicionet që ne kërkojmë. Nuk e dua, nuk më intereson pjesa. Po mbasin fokë. Ne kemi ardhur këtu të flasim për Shqipërinë. Për Shqipëria bëhet, po. Për programin tonë. Se kemi dëshirë. Dhe në qoftë është e nevojshme të bëjmë debat politik me një përballje, do që mirë ta bëni me kandidatët. Po, do ishte shpirë. Do ishte mrekullim. Do ishte mrekullim. Mund të më mendoj mund të E po dës. mund ta marr, ju lutem. Po. Se mendoj që zoti Dar ka të drejtë. Se Jam po shumë mbasin dakord. fokus. Unë ju dëgjova me vëmendje dhe më bëri përshtypje një thënie juaj. Shumë njerëz dhe më kujtoi një intervistë të djeshme të ish ministrit jashtëm grek Kocias, Nikos Kocias, i cili thotë, ai thotë për Greqinë, por më duket sikur është déjà vu e kësaj që po ndodh në Shqipëri. Kam frikë thotë se shumë vet nuk e kuptojnë urgjencën e ndryshimit në vend. Në vend. Pra do të qëndrojnë te kjo. Gjithmonë në terrenin Në këtë kuadër, shqiptar. po. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme për Greqinë nga zoti Kocias, që mendoj që ka lidhje me Shqipërinë. Thotë, ekziston mundësia, thotë, që oligarkët dhe faktori i huaj jashtëm të provojnë ndryshimin e kontrolluar të kryeministit vendit. Duket, pra, lexoja intervistën e zotit Kocia dhe sikur lexoja realitetin shqiptar. Sepse në vlerësimin e elektoratit shqiptar në këto momente, kemi një pjesë të madhe që mendojnë se zoti Rama dhe qeveria aktuale do të mbështeten fort, siç janë mbështetur në 40 e fundit të oligarkët. Dhe nga ana tjetër kemi një pjesë të elektoratit që mendon se zoti Berisha, koalicioni opozitar, do të vinë në pushtet për shkak të faktorit jashtëm, vizuar nga qeveria amerikane dhe faktorë të tjerë europianë, në Gjermani apo diku tjetër në Europë. Ju si gjykoni për këtë çështje? Unë mendoj se ndryshimin e bëjnë vetë qytetarët, sepse ata jetojnë në përditshmërinë e tyre dhe dinë se kush problematika e tyre. Është ajo shpreha, secili nga ne e dim se ku na pikon çatia dhe nuk do vijë nga jashtë për të na i bërë ato që ka për të bërë ai që jeton në Shqipëri. Kështu që mendoj që gjithë qytetarët janë koshient të gjërave që po ndodhin dhe të keq qeverisjes që është aktualisht. Vjen Rama pas 3 mandatesh, kërkon mandatin e 4 për të sjellë 24 orë ujë në qytetin e Sarandës. Kjo është tallje. Sa mandate i duhen që depozitat, që ishte një nga premtimet e tij, depozitat në qytetin e Sarandës të hiqen nga taracat. Evident që 3 nuk i mjaftonin. A kupton, kështu që edhe 2 investime të plota si fond, dhe nuk i mjaftuan. është tallje në mënyrë të drejtë për drejtë me qytetarët e Sarandës. Pastaj veç asaj nuk mendoj se do vi qytetari gjerman apo qytetari amerikan të votoj. Qytetari është këtu, është në diasporë, ne i kemi takuar, ne i takojmë, ata kanë nevojë për një ndryshim. Dhe jo thjesht një ndryshim rotacion se okej, e mbushi orën ky dhe do të vi tjetri. Ka nevojë për një ndryshim sistemi. Një ndryshim sistemi total. Sepse dhe oligarkët që ju përmendët, nuk është se oligarkët do e imponojnë këtë gjë. Oligarkët i ka prodhuar sistemi aktual politik. Mos t'i përmendim emra, nëse doni dhe i përmendim emra. Unë mbaj mend kur isha student Tiranë që bi rezervtja që s'kishte dikush. Ka qenë rezervtash që diskutoj atëherë të blente e Milanit. Kush rezervtash sot? Ligjet i bën parlamenti, ligjet i bën politika. Nuk është se i ka bërë oligarkë. Por politika i ka bën funksion të oligarkëve. Dhe thjesht atë ndryshim në emrave mund ta bëj kur të doj. Çështja është se ka nevojë për një ndryshim sistemi politik në total. Në bazë të vlerave, Meritokracisë, ligjshmërisë, kryesorja dhe e garës. po Që garës. është harruar gjithmonë. Po mirë, ju jeni besoj në kontakt të përditshëm tash. Me qytetarët. Madje edhe në kurizë të punëve tuaja profesionit po dhe familjes, çfarë keni lexuar të qytetarët?
çfarë keni lexuar? Pra, ku është sot elektorati? Unë do bëj do shtohet një pikë tjetër të programit tonë, është depolitizimi i administratës, që do të thotë shumë qytetarë kanë frikë të shprehen, dhe të dalin publikisht që janë mbështetës tanë sepse janë në punë. Dhe ne në qytetet e vogla i mirë kuptojmë jashtëzakonisht shumë. Unë vi nga një eksperiencë e tillë që jam hequr pa të drejt nga puna para disa vitesh familjarisht, kështu që çdo qytetar të Sarandës, të Delvinës, të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë unë e besoj, por them edhe një mesazh tjetër, që mbi dinjitetin dhe atë që ti jeton në përditshmëri, duhet të funksionojë dinjiteti dhe jo frika. Mendoj se tek vota nuk do të vi askush, as drejtuesi, askush që ti të imponoj të votosh i lirë, sepse është e drejta jote për të votuar realisht. Kështu që vota është e fshehtë dhe duhet të votojmë për njerëzit që diçka do të na sjellin. Pra nuk duhet të votojmë ende me atë pikpamjen unë jam i djathtë, do votoj tek e djathta, unë jam i majtë, do votoj tek e majta. Jo, kush ka program? Kës kam provuar unë. Nuk do të vim ende me figura të ricikluara politike. Do të vim me figura të reja politike, me garë të vërtet, me meritokraci. Për këtë ka nevojë Shqipëria. Nuk ka nevojë më për kartona që ngrihen në parlament sepse kryetari i partisë i futi në listën e sigurt. Ka ardhur koha që të ndryshojë Shqipëria, sepse Shqipëria duhet të bëhet nga shqiptarët. Dhe nga meritokracia dhe nga njerëzit e thjeshtë. Besoj që për shkak të ndryshimeve që bën në kod, nuk mendoj se edhe në këto zgjedhje do të ketë një garë me gjithë përpjekjet tuaja, që unë i vlerësoj përpjekjet tuaja si forcë politike. Nuk do të arritë qytetarë shqiptarë. Unë do ta kundërshtoj këtë. Unë shpresoj te qytetarët. Në çdo takim që ne kemi bërë në çdo qytet, që kemi shkuar dhe kemi parë qytetarë dhe kemi takuar nga afër, dhe më dje nuk kam pasur alternativë. Sot e kanë një mundësi. Dhe më dje ka qenë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Sot është dhe Partia Shqipëria Bëhet. Kështu që e kanë një alternativë, e kanë një mundësi, e kanë një fije shprese për një ndryshim në këtë vend. Unë kujtoj që fleta e votimit ka 11 subjekte. Po. Ka dhe disa njerëz, Ne jemi 6. ka disa njerëz që komentojnë, që thonë që nisma Shqipëria Bëhet, thotë, është si ato ofertat në supermarket 1 në 2, apo 2 në 1, si është. 2 në 1. Që do të thotë? Qytetari. Tani nuk e di, kjo gjë e ka bërë më të fortë nisma Shqipëria Bëhet apo e dëmton? Unë, në fakt, Tani kjo pjesa e 2 në 1 është, domethënë varet se si mund ta interpretosh, për pozitivisht apo negativisht. E kupton? Varet nga këndvështrimi se si e shikon. Pra, e ka dhe në kuptimin që nga nisma thonë Shqipëria Bëhet, do të bën nisma Shqipëria Bëhet. Po pra. Besoj se vlerat mira kemi marrë, nuk ka diskutimin tonë. Pra, Nuk është të tentuam të fusim 40 parti që janë 38 prej tyre kemi pas dëshirë të bënim një koalicion frytëdhënës dhe shpresë. Unë ju respektoj dhe respektoj edhe këtë gjë që ju jeni duke u pakegur të bëni. Duhet kemi parasysh që unë personalisht i qëndroj kam luftuar dikur si fëmijë i vogël që isha atëherë, domethënë, po që edhe familjarët e mi, edhe gjithë ajo që qëndron nga mbrapa Partisë Demokratike në atë kohë ka qenë pluralizmi politik. Ju jeni pjesë e këtij pluralizmi. Në një farë mënyrë ju merrni vlerë për shkak të asaj përpjekjeje që është bërë. Që unë nuk jam kundër pluralizmit politik, absolutisht jo, në këtë çështje. Jam në të njëjtën kohë duke vlerësuar jashtëzakonisht shumë faktin që ju jeni hedhur në tregin politik dhe jeni duke parë problematikat. Dhe po e shikoni ditë për ditë që problematikat janë jashtëzakonisht të mëdha. Ju po shikoni ato problemet që kishit me ujin atje, me ujin këtu, me gjendjen e Delvinës, kam frikë. Se është i njëjti problem që kanë qenë për herë me partitë e vogla. Fakti që kjo lloj pjesëmarrjeje amatoreske në politikë ju mban të kufizuar në problematika të cilat shprehin thjesht problematika modeste të zonave të caktuara. Si ju jeni duke shprehur problematikat e Delvinës. Unë i kuptoj, jam krejtësisht dakord që ato janë problematika. Por unë mendoj se një qytetar shumë se sa aq. Dhe shumë se sa aq ka Delvina. Delvina ka problematikën që është duke u shfrytzuar në një mënyrë miqësore. realisht, e tillë është.
Është një qytet me burime të jashtëzakonshme që aktualisht ka ngjerur një nga qytetet më të pazhvilluara në Shqipëri, ka përfunduar në një inventar fshati. Momentalisht, Shkatkisi. kjo është fatkeqësia që ju çoi ju si intelektuale larg nga Delvin. Por në qoftë se mua do mbjehet mundësia, unë do të rikthehem përsëri në Delvin. Nuk e vënë në dyshim këtë pjesë. Por si unë janë dhe shumë të rinj të tjerë. Nuk e vënë në dyshim këtë pjesë. Unë lash ato pasaportat e huaja që të vija këtu në Shqipëri. Edhe të jetoj këtu edhe të ndërtoj të ardhmen time këtu. Ja do marrësh edhe pasaportën vjetër. Po, Këtë europian. Ato që promovoi atë talljen e Shqipe Tiranë, Shqipe Tiranë. atë talljen e fare. Po, ne atë pasaportën si shumë të tjerë kishin mundësi që ta merrnin dhe e lan pa e marrë për të ardhur këtu me shpresën që Shqipëria dhe do vlente më shumë. Ai personi që thotë sot se do na japi neve atë pasaportën evropiane është një nga ata persona që na ka zhvlerësuar në vlerën e Shqipërisë. Akvizimi, situata në të cilën po vjen turizmi aktualisht, situata mjetësore në Shqipëri, shfrytëzimi pa karar dhe kriter. pak si lloj kriteri i Bregdetit shqiptar i cili është duke u zaptuar, Po. edhe kush ka shkuar deri në Pag arrin që ta kuptojë këtë gjë. Do se ka vende prallore. Po t'ikësh deri poshtë në Prevez, mos ikësh më tutje. Mund të thej që Po ku shikon fshatra turistike të një urrie, edhe të një makutërie të tillë, shfrytëzimi të tillë të territorit të jashtëzakonshëm, siç po bëhet në Shqipëri në zona të caktuara. Ku shikon një shfrytëzim të natyrës të tillë? Praktikisht, ne kishim zona të mbrojtura të cilat aktualisht janë bërë viktime e kollaborimit. Zvogluan dita ditës. Zvogluan dita ditës, Padyshim. duke hequr nga një pjesë e vogël aty, një pjesë e vogël këtu, sikur u bën shumë të pjesë e Padyshim. vogla. Po të krahasojnë me bidon, Tajko. Kështu që ka shumë mundësi që thotë ta krahasosh Dajkon thotë niveli i lartë komunikimi me bidon thotë EPC-s Acarues dhe Nevrik thotë jetur për pushtet. Kështu që do të të ftojmë në emisionin kur të kemi zotin Bidon në emision ose pak të futu live. Pra të dashur miq, vazhdojnë në këtë sipërmarrje intelektuale, ethet elektorale vazhdojnë. Ka mbetur vetëm zoti Bajrami për shkak të detyrave që ka është një nga këto. Si do vazhdoj të ruaj nivelin intelektual të Kemi rënë nga një nivel, po. Ja. pa e politizuar shumë. Po të lutem, unë besoj se të dyja figurat që janë këtu në tapolin dhe që ka marrë guximin e madh të kandidojnë, kanë nevojë të përballën me realitetin. ne jetojmë realitetin në përditshmëri. Unë do të thëja diçka, shtes. Për 19 vite ushtroj profesionin si mësuese, por më tepër se profesion në quaj një mision, mësimdhënia për mua është mision. Por dhe kjo që po kam nisur politika me lëvizjen Shqipëria bëhet është një mision për Shqipërinë. Kështu që unë nuk jam thjesht amatore. Më pëlqen ta bëj, do ta bëj dhe do ta çoj deri në fund. Është ajo që ka nevojë Shqipëria apo jo? Po. Mesazhi që duhet japi çdo i ri, që duhet të na bashkohet tek lëvizja Shqipëria bëhet sepse aty ka vend për të gjithë intelektualët, Më mendoj. duket se u fokusuam aty ku duhet, kështu që do të bëj një pauzë për reklama, Okej. që të rikthehemi përsëri në studio për të parë si ishte në pjesën e parë dhe me gjas do të kemi dhe Tanushin Në linjë, po. në linjë nga Tirana. Gjëra të ndryshme.
Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Po ta bëj. Dashur miq, u rikthiem. Regjia, faleminderit shumë që po na ndihmoni. Regoni kamerat, ju lutem. Rregullo kamerën. Sot më duket se u po bëjmë emisionin jashtë kornizës. Po më dini shumë jashtë kornizës. Po duket se emocionet si kanë të rit. I keni ju të vjetën, që këta të vjeta. Pra, Floriani na ndjek... Florian që bëni nga na ndjek? Nga këshia që të s'gëbë. Po ku, në Hollandë? Në Hollandë apo Angli? Florian Akuqi nga Amerika. Faleminderit Florian. Atëherë, të dashur miq. Besoj deri tani kemi qenë rehat. Do ta lësh mua ta lidh pjesën e dytë, sepse më ngeli diçka pa thënë nga pjesa e parë. Pavarësisht se u shkëputë për pjesën e reklamave. Jam shumë dakord. Për t'ju përgjigjur pjesës së bimit që na tha, kishte hipotezën të pjesa amatoreske. Realisht, me çfarë kanë parë gjitha subjektet politike që garojnë të 11-ta, ose të themi vetëm ato dy kryesore, se është sikur ju bëjmë në reklamë në fundit, deri tani jemi të vetmit që kemi një program të plot, të cilën kemi punuar për 14 muaj dhe 9 prej tyre kanë qenë shumë intensive dhe kemi dalë para një muaj që s'ka bujeva me programin e përfunduar. Pavarësisht se ne kemi rënë hapësira për sugjerime, sepse nuk është thjesht një program për garim aktual, por është program qeverisës. Një program i kompletuar për çdo sferë, për çdo sektor, qoftë për pjesën e rinisë, të arsimit, shëndetësisë, ekonomisë, për pjesën e pronave, që është një pjesë shumë sensitive, aq më tepër për rajonin e Bregdetit, Saran, Vlorë, Imar. Dhe mendoj se në këtë pjesë jemi më të kompletuarit, se gjithë subjektet e tjera mund t'ja thonë në një pjesës, ose në një, sepse jemi dhe në një fushat që garojnë për parlament.
nuk është se kam dëgjuar të tipit të tilla që do bëjmë një muze aty apo një muze këtu, ato i takojnë bashkisë, Qeverisës lokale. qeverisjes lokale. Tani flasim për një program kombëtar. Të shikojmë se si na ndjekin nga Amerika dhe çfarë mendoj për to që thoni. Përmesi. Keni zotin Akuqin në lidhje Skype? Po. Tanushin? Atëherë kemi zotin Tanush, ta futim zotin Tanush? Ta dëgjojmë pak zotin Tanush dhe jemi gati? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si e na dëgjon? Po ju dëgjoj, Si dëgjojmë nga Tirana? Nga Tirana mirë, do të thënë, unë së pari ju përshëndes për emisionin, edhe uroj gjithashtu gëzuar Bajramin. Faleminderit. Gëzuar dhe ju. Gëzuar. Si po ju duken Besa, kolegët? Si po ju duken kolegët? Mashallah, mashallah. Ju sot keni qenë në ndonjë studio? Përveç kësaj të sotmes? Tu. Do kemi mundësi besoj që të vinë në studio. E po mirë. Pa na thuaj, ju si po e bëni fushatën? Aktualisht me media sociale kemi nisur dhe me disa takime me disa grupe interesi, të cilat shikoj që kanë problematika të pasgjidhura dhe të pa adresuara. Pra si e shikoni, keni një të pagën për zonë e Konisporit dhe për shkak të origjinës që e njihni mirë, por edhe të Sarandën. Si e shikoni në këto momente, si është gjendja e lëvizjes Nisma Shqipëria Bëhet? Po gjendja është i puna e masonerisë, vepron në mënyrë të fshehtë, po vepron. Sepse na ka rrethuar në të gjitha anët, po themi, njerëzit e pushtetit, të cilët edhe kur komunikon me njerëzit e tu të afërm edhe andej këndej të thonë që shiko se unë nuk ta do të hapu vllai dashur, kam shpirt të xhan, por do ta jap votën, por të lutem s'duhet të dal hapur. Do të thënë është puna e saj shetrefinit, le të themi. Edhe ndihet shumë kjo gjë është një gjendje e rënduar nga ana e njerëzve, që nuk janë njerëz të lirë për të votuar të lirë dhe për të shprehur mendimet e tyre pikërisht. Kaloj pasaj të vota. Dakor, ju do të punoni dhe do të siguroni qytetarët që do të votojnë. Mendoni që do të keni mundësitë ta ruani votën meqense jeni partiere dhe nuk keni përfaqësim, besoj në Kemi vëzhgues. vetëm në vëzhguese do arrini do ta Kjo kontrolloni. mjafton. Mjafton. Tanush si mendon? Çështja e votës është një çështje që i lejmë me disa miq që diskutuan para disa ditësh që janë nga Konespoli dhe nga zona e Sarandës. E thanë që kjo ta do një vëzhgim shumë të kujdesshëm sepse nuk është kollaj. Ta kanë duke patur komisioner, dy partitë e mëdha me kaq specialista në tojtë, që kanë marrë dhe ku kanë qenë, po themi që kanë qenë pjesë e komisionit, paleti e vëzhguar, por vetëm do parë duhet kjo gjë duhet të kujdes. Është shumë e rëndësishme. Nuk e di me sa ditë do ketë sistem kamera. Nëse do ketë sistem kamerash, atëherë do jetë më kollaj për ta investiguar. Po ai çarçafi i madh që do kenë votuesit, do të jetë i manipulueshëm në kuptimin do arrin njerëzit që të votojnë si duhet, të orientohen. Vallai për shembull do ketë shumë nga presa, veçanërisht nga moshat e mëdha. Pa shikoj do ketë shumë ngarkesa. Nuk është fare praktike ajo lloji. Nga një energji se nëse është çarçafi i madh do arrin edhe të manipulojnë mjeshtet e manipulimit. E keni menduar ndonjëherë se edhe nuk keni marrë shumë me votimet praktikisht, por keni menduar që ka një njeri i cili shoqëron personat e moshës së madhe për t'i ndihmuar me atë listën brenda votimit? Ajo është e përcaktuar ligjërisht, po. Përcaktuar. Është vetëm të E ka vite ligjë përcaktuar atë gjë. lejohet një familjar që lejohet vetëm për një person të shoqëroj ose një nga personat
komisioni, po përsëri ai ka drejt Vetëm një dhe mbajt proces verbal për këtë gjë. Bëhet dhe proces verbal. Veç asaj për pjesën e votimit edhe këto aludimet që do i mbroni, do i numëroni, do i shikoni, do i ruani, ju siguroj vetëm një gjë, mjaftoj qytetarit na besoj me vot dhe më vonë është detyra jonë Për që ta mbrojmë atë gjë. Sepse ka sisteme kamerash, ka sisteme skanimi dhe aq më tepër kjo aktualisht për vitin 2025 pas zgjedhje mbrohen edhe nga spaku. Çdo lloj shkelje është e dënueshme 5 deri në 7 vjet. Besoj se gjithë do të llogarit mirë për atë pjesë, kështu që s'ma do mendja se do kemi një kamikaz. Avokatë dhe kemi dhe avokatë të tjerë. Ne kemi grup avokatësh, kështu që Do kemi një kamikaz. Tanush na dëgjon? Po të dëgjoj, po. E mira juaj Tanush se jeni në Tiranë dhe i shikoni, besoj unë më qartë gjërat kur jeni në distancë, nuk jeni këtë vorbullën e Sarandës dhe Dervinës dhe Konispolit, i shikon më qartë gjërat nga larg. Si e shikon punën e drejtanishme të kandidatëve për deputet në Sarandë, Delvin, Konispol? Bëjmë mjaftueshëm. Se unë kam rezerva dhe do t'i ndaj edhe me dy kolegët e tu në studio, në lidhje me aksionin opozitar, politik, retorikën politike, këtë gjë kam pasur dhe me Partinë Demokratike, ja kam thënë kolegut. Pra unë mendoj se në Sarandë ka kaq shumë zhvillime negative, të cilat do doni që jo vetëm tani që jemi në proces zgjedhor, por vazhdimisht opozita, pavarësisht se nga vjen dhe çemër ka, duhet të jetë në këmbë. Për shembull, çfarë keni bërë ju si parti e re, si lëvizje e re, për atë zhvillim monstruoz në plazhin e Manastirit? Për shembull, Çfarë kuptoni juve për atë zhvillimin monstruoz që është duke ndodhur sot në plazhin e pasqyrave? po, unë kalova dhe e pash dhe ishte për të ardhur keq sheljesh. Dhe ne do të reagojmë. Do të reagojmë sepse jemi në krah të qytetarëve dhe në krah të vërtetës. Ne kemi që në themelimin tonë si lëvizje, ne kemi luftuar dhe luftojmë. Dhe një nga pjesët, nga pikat, që nga 4 pikat kryesore ka qenë ligji referendumeve. Aktualisht, ajo që është bërë në Manastir dhe që tentojnë të bëjnë në Manastir, nuk e ndalon asgjë me këto ligje aktuale ku kemi, sepse ato janë ligjërisht ata janë okej. Jo, dhe lutem, më lër Sepse investimi strategjik, ligji investimi strategjik është i tillë që lejon të zhvilloj një investitor strategjik planin e tij dhe e dëshmëron shteti çdo lloj qytetari. Në vonë kalon kosto dhe që ajo që ndodhi në Manastir ishte vetëm fillim. Aktualisht ne kemi paralajmëruar atë pjesë. Aktualisht është dhënë një copë tjetër për të vazhduar ajo masakër që ka ndodhur në Manastir. Jo, më fal, ka filluar që të ndodhi kjo gjë në vazhdim në anën tjetër, në anën për nga Saranda. Ndërkohë që ka filluar në plazhin e pasqyrave një tjetër masakër. Dhe përpërdojnë kodet e fillimit. Më lini t'ju kujtoj edhe një gjë tjetër, e cila i ka shpëtuar publikut të madh shqiptar, masakrën që është duke ndodhur aktualisht në shpellën e Lukovës dhe në plazhin e madh të Lukovës. Ajo gjë është duke ndodhur sot. Një pjesë e madhe e njerëzve të zonës shikojnë pronat e tyre të tjetërsuara. Ajo gjë që po ndodh sot në Bosh. Kjo gjë është duke ndodhur në gjithë Republikën. Tani, pak më përpara, ajo që po themi, ata po e shikojnë dhe s'reagojnë dot. Vetë ti bëj se hir, sepse ligjet janë të tilla. Vetë kanë bërë. Të shkoj. Haga i thotë që zotri në vendin tënd nuk të është bërë padrejtësi sepse kushtetuta e tillë është. Ato ligje janë votuar në parlament. Nga ata deputet që folën pak më përpara. Që unë pyet, a i kanë ngritur zëri në parlament për këtë gjë? Po ku kanë ngritur? Si kemi dëgjuar asnjëherë për këtë problematika? I cili është që çfarëdo lloj gjëje që të vendos parlamenti, zëri final po ka padrejtësi, ka popullin në fund. Po pra referendumi. Me një referendum qoftë kombëtar, qoftë lokal. Se ka dhe referendum lokal. Për zonat caktuara. Me sa shikoj, nuk keni shpresë plot që mund të keni grup parlamentar që të përcaktoj qeverisjen e ardhshme
Këtu Gjergji më vjen keq këtu. Ne kemi thënë. Çfarë? Vasil përsërite. Ju keni hallit, na çojnë në zgjedhje vetëm të keni hall. Zgjedhje parakoshme një herë, dy herë, tre herë, 10 herë, sa tjerë të nërë. Sa qeverisë mbarojnë ato sponsorizimet. Rolloj fondi Herë parë i marrë dhe i zi. Herë parë që goditë ta volin. Më bën me shpresë se Jo këta të rinë vendosmëri. të rinj kanë energji dhe vendosmëri. E megjithatë prapë nuk bindem. Dhe për pjesën e investimeve strategjike, se ndjenim time, nga le ta quajmë nga llogaraja deri në stilo janë të parashikuara 18 sot. Sa më shumë. 18 deri tani, se lindin si kërpullat ato, se kush mbaron të parin do të bëhet të dytën, se lëmreq. Po kupton, janë 18 sot. Dhe ne për pjesën e ligjit të investitorit strategjik jemi të qartë edhe të pjesë e programit tonë. Nuk do të ketë asnjë investitor strategjik pa u kthyer prona te pronari legjitim ose ai ashtuar të rish pronar. Se s'ka logjike dhe s'ka mundësi që për dikë me 1 euro pas ka hektar të tërë dhe për atë që i është munguar prona 80 vjet nuk gjendet ajo pronë. Për mua është absurde. Tani, Gjergji, keni të Ja, marrë sy të dëgjojmë, s'ka diçka tanoshi. Tanosh të dëgjojmë. Okej. Ideja është që ndoshta mos të krijojmë keqkuptime, nuk është ideja që ne jemi kundër investimeve, do të thonë se investimet shqyrë që janë dhe do të jenë. Për shembull, po themi në kepin e stilo, pritet një investim shumë i madh, por mua është shumë pozitiv. Pavarësisht që bën pjesë në investime strategjike. Pra duhet të jemi pak më shumë të kujdesshëm në aspektin asaj që nuk duhet i paraqitojmë gjitha investimet dhe veçanërisht në zonën tonë duhet të rritur kapacitetet akomoduse të turizmit. Po, çështja është Ka funksionuar plana e qytetarëve. Jeni inxhinier dhe kuptoni edhe diçka tjetër që do të flasim dhe për kapacitetin që ka një mjedis i caktuar. Aq më keq që ajo që ju thoni, zhvillimi i cili mendohet të bëhet tek pronat e ish pronarëve konispolat dhe me sa dim ne ka bisedime midis investitorëve strategjik dhe pronarëve për atë zhvillimin me 640 ose 840 vila ballë për ballë me Korfuzin. Por mos harroni që është brenda parkut kombëtar të Butrindit. Dhe e keni parë katastrofën mjedisore që është krijuar në Ksamil dhe në rreth e rrotull zonës qendrore të parkut kombëtar të Butrindit. Pra ka nevojë të shikohet pak me kujdes. Gjergji, dëgjoj. Duhet të jemi pak më të kujdesshëm në renditjen e fakteve, pasi rasti konkret për shembull jam shumë në dëmtim të këtij lloji investimi, vetë fjalë për shpronësimet dhe për pagesën e pronarëve, apo atyre që e kanë patur tokën. Pra, këtu ke të bëjmë me një proces të drejtë, dhe që investim për shumë konkretisht nuk bëhet të nga dhe investime që të shpentohen më të madhe që janë korupcion apo që të interesave, i që të pikëfar interesave të në kona aty. Ne jam shumë i lumtur që të rezorë të bëj nesër e keqë filo, të zgjatej, ja pregjestare, mos të ishte vetëm në korupcion, në kanun, të zgjatej për tutje, të shkon dhe atë për greqim. Dhe nuk duhet që shikojmë me kaq po themi armiqësi në investime. Jo, Tanush. Jo, ne kemi të programin, ne kemi të programin të përcaktuar. Problem shfrytëzimin e tokës shtetërore. Ndërkohë që ka një pjesë të është tjetër gjë kur unë jam pronar tokë e hap dikujt, a është blerje. Po thonë është totalisht normale se kushdo të Unë po flisja pasojat që mund të ketë, sepse bëhet fjalë për një zonë shumë sensitive, siç është parku kombëtar i Butrindit. që është cënuar, ka vite të cënuar. Që është cënuar dhe Ka filluar cënimi që ka nevojë të rishikohen. Gjithsesi, e ka përxejm edhe pse nuk mund të ka përxejnë oligarkët. Kjo, Por që nga ka përcen ata, s'ka ka përcen oligarkët. unë shikoj në fakt që edhe kjo forcë e re politike bie dashur pa dashur fiktime mendësisë së përgjithshme shqiptare, asaj urrisë së madhe që ka
shqiptari i sotshëm për të bërë lek të shpejta, edhe zhvillimi strategjik është i mirë nëse ndodhet në tokën e ishpronarëve me të drejtën e ishpronarëve. Po pra ne tham këtë, kështu që nuk mund të na shikoni dhe të projektohemi të si të tillë. Ky jemi duke bërë, domethënë jemi duke folur për një zhvillim të ri të Shqipërisë, është një kanabizim i ri në një formë të re ndërtimore, praktikisht. Jemi duke, kjo po ndodh në gjithë Republikën. Investime marramendse në ndërtime në Bregdet, sigur thua ati e gjithë Evropa nuk ka më plazhe të tjera, do të vinë që të gjithë këtu në Shqipëri. Veç asaj një gjë bimi, pak a shumë unë çfarë kam parë, aq sa e mundur, jo vetëm në Saran, në Vlorë, po kudo në gjithë Shqipërinë me pjesën e këtyre investimeve, mua nuk më pëlqen një fakt, që aty kryesisht ndërtojnë apartamente dhe vila për shitje. Unë jam shumë pro të ndërtojnë një hotel që të punoj gjithë vitin, të prodhoj vende pune për gjithë vitin. Po stili që po bëjmë një hotel me 20 dhoma dhe bëjmë 10 pallate me 500 apartamente, nuk shikoj një zhvillim afatgjatë. Një vila për pasanik të ri. Për pasanikët, po, se vetëm për ata Unë jam janë. dakord zhvillimit, unë jam shumë dakord investimit, po ka disa prioritete për pjesën e tokës shtet, jam që të kthehet një herë te pjesa e pronarit legjitim ose ish pronarit. Të kompensohet, ta mbyllim atë kapitull, ka 34 vjet. Është një proces që ka një plan, një moralitet, dhe ka një gjë që dikush që tund atë pasaportën europiane, nuk ka Europë, ta zgjidhur përveç me prodhim. Do doja të vendosja përpara një realiteti aktual. Qeveria Berisha subvencionoi dhe planifikoi dhe realizoi me sukses udhëzimin e delfinës, malit, kodrave, ato aq sa mundeshin që ishin në pronësinë e ishpronarëve me ullinj, motore, aror, siç ishte plani atëherë. Qeveria Rama ja arriti me sukses të jashtëzakonshëm t'i diqte ato me 2 zjarre të mëdha që ndodhen në kohë të ndryshme të vitit. Plani juaj për delfinën në këtë rast. Konkretisht ne kemi pjesën e Bankës Kombëtare Agrare, të cilët do të ketë një investim në pjesën e bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit, që prek edhe pjesën e Sarandës. Dhe ku çdo qytetar do të marri nga hua. Do të ketë, do të thonë kjo si banka agrare, do të ketë një buxhet fillestar, gjithmonë fillimi, sepse më vonë duke u fuqizuar ekonomia dhe duke u shtuar buxheti i kësaj banke, do të ketë një kapital kredi vendës që në vitin e parë 100 milionë euro. Me interesa ekstrem të buta, do me thënë interesat që do jenë vetëm për të mburnuar kostot operacionale. Do me thënë qerat, në qëfëse ato godina do jenë private, dhe pagat e punojësve. Gjithashtu për pjesën e bujqësisë blegtorisë dhe peshkimit dhe bletarisë, do të jetë edhe subvencionimi për kilogram prodhimi. Sepse ka një gjë se kur kemi bërë një prezantim të këtij programi në Mursi, hasëm një debat që thoshin të bëj për fidan, të bëj për pemë. Ne nuk duam thjesht të japim dikujt sa para se ka ca pemë, ne duam të ketë prodhim. Duke qenë thjesht si pemë ajo dhe mos e bëj asnjë kokë fruti, nuk ka ekonomi në buxhet shteti, nuk ka lënë asnjë ardhmë. Në qoftë se ne forcojmë prodhimin dhe futet lek në ekonominë tonë, atëherë ka dhe për subvencionim, ka dhe për shtetin. Doja të shtoj një gjë, cilësinë e farave dhe të fidanëve, sepse ne kemi parë dhe jemi në dijeni që kompleta subvencionimi që bë nga partitë e ndryshme politike, konkretisht edhe nga APS-ja, fidanët dhe pjesa tjetër e farave ishin komplet, domethënë, jo brenda jashtë standardit. Plus pjesa e plerave kimike, plerat kimike dhe pesticide do të jenë të standardeve të BE-s, sepse ne sot ham ushqime ose gjëra që janë me pesticide që janë jashtë standardit të BE-s. Tani të jemi koshient për këtë gjë, ne nuk dim çfarë ham, nuk dim se çfarë ham. Në varësi të zonave. Me standard BE janë erdhën 15 ton salmonellë në treg. Po pra, kjo ishte standardi i BE-s.
U kupton, Tani- çështja është ka kontroll. Ja që ju thë. Besoni ju të 100 milionë euro. Ju më mund të bëni 20 euro, ore unë të dua që ti të më ndërpresësh. Të ndërpres për herë të fundit. Të pakën të kjo pjesë. Unë të dua që ti të më ndërpresësh. Mua më erdhi shumë keq në periudhën e prodhimit të mandarinave, se gjë nga ajo zonë dhe e di shumë mirë. Ishte. Tani të kryqëzoj fermerin, po nuk e quaj normale. Sepse ju kam një kamion nga X fermer që ishte me një pesticid të ndaluar. Okej, fermeri e hodhi te tema. Ku e bleu? Se për prodhuar nuk e ka Në prodhuar. tregu shqiptar. Në tregu shqiptar. Shkoj dikush ajo dhe Ja, absolutisht. Është pesticidi i lejuar. jo, nuk sheqe jo. Ai pesticidi është i lejuar në tregu shqiptar. Nuk ka asnjë njeri që ndalon atë pesticidin në tregu Jo, ajo shqiptar. kishte 3 vjet që Komuniteti e evropian e ndalon. Po pra, për eksport. Komuniteti evropian e ndalon. Qeveria shqiptare nuk do t'ja dini. Atëherë, Ndaluar në udhëzimet e Qeveria shqiptare. shqiptare nuk do t'ja dini në këtë moment. atëherë, Krimi i Delec, i Mishit. ne si qeveri do kërkojmë që çdo gjë të jetë brenda standardeve të BE-s. Lutem, a besoni ju se në 100 milion euro ju keni vendosur në planin tuaj të subvencionimit dhe të financimit agrar? Kjo do jetë si diçka fillimisht. Se kjo do ndihmoj në shtimin e bletarisë. Besoni ju se kjo do ndihmoj në shtimin e arorëve në Shqiptar, në Shqipëri, që mollët e Korçës nuk do përfundojnë për kanale, që më fal, që patatet, qepët e mokrës nuk do përfundojnë për kanale, që manderinat e Murësisë nuk do përfundojnë të hedhura poshtë. Besoni ju se ka kapacitet kjo banka agrare që ju jeni duke pretenduar sot të uli çmimin e mishit në rang kombëtar, të përmirësojë cilësinë e pulës në tregu shqiptar, e cila mbasi zihet nuk mundet dot që të hahet. Ti duke se ke lexuar programin tonë edhe na jep një program. Ju e ke lexuar Po mua duhet se lexuar programin e Partisë Demokratike, po gjithë partitë. E jemi lexuar për 34 vite dhe nuk e të recitoj programin e Partisë Demokratike, më në mua të recitoj programin tim. Unë jam duke të recituar problemet Fix në bazë të programit gjithmonë nuk dal as fantazoj. Gjitha në bazë programit që mund ta gjeni kush doj, kush ka dëshirë, Shqipëria bëhet .al, te webi, faqja web. është aksesuar, mund ta shkarkosh, mund të editosh, mund të sugjerosh. Dhe mund të na sugjerosh, mund ta sugjerojmë të futesh dhe të na tregosh diçka më ndryshe për ta. Tek pjesa e pjesës që shkon, le ta quajmë skarc ose te pric prodhimi për pjesën e mokrës ose të Murësisë. Zakonisht e pjesa e Murësisë dhe Konispoli gjithë rajonit aty, në ndjenim time, shkon mesatarisht nga 15 deri 20% e prodhimit shkon dëm. Për shumë arsye, ose nuk është e standardit të duhur për të tregtuar, nuk është e bukur, nuk ka formën e duhur, nuk kapet koha e vjeljes në kohë dhe shkon dëm. Ne kemi pjesë të programi jonë që ne për linjat e përpunimit të frutaperimeve, të gjitha këtyre, ne do të japim grante dhe në 1 milion euro për investimet që janë për 3 ose më shumë milion euro. Po kjo është vetëm për pjesën e përpunimit, që mos të shkojnë një sasi prodhimit dëm. Sa miliard euro ishte prodhimi i manderinës në fushën e Murësisë? Me thënë të vërtetë nuk jam shumë i miliardave, unë jam normal. Gjë që ka ashtë këtë e ka në fshatë. Po s'kone një, të ndë që të dhë. Unë zakonisht kënaqem kur shikoj diçka të lulëzuar, diçka që prodhon dhe njerëz të lumtur që merren me bujqësi. Fatë keq ka vite që unë nuk ndjej që bashkëtarët e mi të jenë të lumtur për atë që bëjnë. Pra në gjitha kontaktet që unë kam, Ti mendon se kanë ngel pengesë të tyre aty. pikërisht. Shumë prej tyre, dhe po flasim për investime kolosale. Gjergji, peng mund të ngelesh sepse ke investuar edhe ai nuk shikon nuk merr atë fitim që ka parashikuar kur e ka filluar investimin e tij. Për këtë pjesë Problemi jam është dashur. Prandaj ne te kjo pjesë, te pjesa e bujqësisë dhe plektërisë, unë nuk jam i asaj fushë, po janë njohës i mirë. Për shkak se gati 5 vjet kam punuar te sektori kreditdhënës agro. Dhe e njoh goxha mirë dhe si problematika dhe zonën aty dhe zonën e Po bukur, megjithëse ke punuar këtë në kredi. Po, fushës së Vurdit. Për pjesën e kreditdhënies, se nuk e përfundova, te pjesa e kreditdhënies, ajo është një pjesë e kredisë së butë, sepse fshati ka dy probleme shumë të mëdha. E para ka problem fiskalizimi që është i pa fiskalizuar dhe nuk
i tregon do të ardhurat reale të tij, në punosh vetëm me pjesë matricash, me defteren e t'i quajmë, dhe pjesa e dytë zonat rurale përgjithësi kanë ngjetur të pazhurnuara. Nuk kanë ato fletën që ka me pronësisë lënë kolateral garanci. Që ne në ato raste do të ofrojmë që shteti të dërë garant për këto lloj kredish në banka agrare, të jenë pa kolateral, domethënë. Kurse për pjesën e bujqësisë në zonën e Mursisë ka qenë një nga zonat më të ulëzuara dhe një për mua ka qenë kartolin e bujqësisë shqiptare për shumë vite. Dhe ne prandaj kërkojmë pjesën e prodhimit e subvencionimit për kilogram. Qëllimi është të prodhosh. Në qoftë se Mursia, Ponispoli, Zara arrin të prodhojnë, ta futin gjithë produktin e tyre se realisht përveç produktit që është për eksport, produkti që është për tregun shqiptar, nuk futet realisht në sistemin fiskal. Shko kudo në çdo lloj magazine pa faturë dhe shteti realisht nuk merr diçka mbrapsht. Ne nuk do ta taksojmë fermerit, vazhdojmë një të skem, thjesht bëj ato pjesën e autofaturimit me zero të vëshët, vazhdoj. Të gjurmohet. Po më zgjidhni PD-ja këta. Në çë kontekst? Të kam shtarë që po të Në kontekst. Jo mua buri dhe unë e di se çfarë do ndodhi këtu tani? Do vim, këto zgjedhje do vim, do ikim, edhe unë i presë të të javë. Edhe ti dërë me hapur e këtë vishtek Po, tek ne. Je mirë sa Nuk një rëmje të një, ne jemi ngritjet pa. Të vazhdueshme, të vazhdueshme. Gjithsesi, nuk është kjo çështje. Nuk është kjo çështje. Mendoj. Pra, siç e thashë më parë, ka shumë njerëz dhe si njerëz do mite shumë keq që mos të ishim ne pjesë e tyre, të mos kuptonin emergjencën e ndryshimit që ka nevojë këtë. Shqipëria. Po, Padysh. Dhe jo, Të parë, ta ndërpres pra, materializuar. se kam lisë bukur. se ne të programi kemi shumë të bukur, a? Fokusoj në ta shoj Të kamerën. cila kamerë kemë afër. Po. Edhe nëse kemë afër. Në rregull, s'ka problem. E kam ajo. Shqipëria blen më shumë se partia. Ne i kemi thënë të gjitha me këtë slogan që kemi, kështu që shpresoj dhe uroj që të gjithë qytetarët që na dëgjojnë të na bashkohen. Sepse Në 11 maj me votën. Dhe unë jam shumë i kënaqur që ndihemi komod edhe ne si prezantues, Edhe se ne, moderator. edhe ne. edhe ju që i të ftuar. Jo, na shoj, realisht Çfarë? debati na shoj. Ne vazhdimisht e kemi thënë, edhe radhën e parë thamë se kemi pas një kandidate, shpresoj me këmbë të mbar, duket. Ende nuk e kemi thyer atë mallkimin që pushtetarët i kemi të jetë. Se janë navi. Po nuk përballën dot me të vërtetën. Jo, feedback ju. Jo, ne të navi. Mos e faktorni, mos e faktorni, prandaj mos u bëj. Po se nuk përballën dot me të vërtetën. E di se nuk kanë çfarë thon, nuk kanë çfarë premtojnë më. Se e premtuar një mandat, e premtuar mandatin tjetër nuk e bërën, por premtojnë mandatin e tretë se bërën. Kërkon prap ai me Citiane, premtoi ujin në Sarandë. Akoma premtime. 24 orë, ndërkohë që Saranda është vend bregdetar Dhe shumë ditë sa ai ta mori pushtetin herën e kaluar me timon. Me tepsi, pa program. Pa program. Çfarë premtoi? Asgjë. Nëse ne nuk do merrem me këtë, ne do merrem me atë që ne prezantojmë dhe ne sjellim seriozisht. Një gjësi për asgjë. Shkon kudo që shkon, flet, thjesht heq vëmendjen diku ta lava, diku hajt merre me dikë nga publiku, diku për diçka tjetër. Realisht ku ka emergjenca kombëtare se çfarë di. Arsimi është në emergjencë kombëtare. Shëndetësia është në emergjencë. Do them vetëm një detaj për arsimin, përmendi që do ketë shkollën dhe me pjesën e pasdites, ndërkohë që investimi për arsimin ishte shumë i ulët. Si mund të bësh një gjë të tillë, ndërkohë ti nuk ke ambiente shkollore, ti nuk ke shkolla, ti nuk ke staf mësuesish, si do ta bësh këtë gjë? Pra, investon pak, ndërkohë kërkon të bëj shumë, si do t'i bësh të shumë? Ne kemi gati, në 2 vitet e para të qeverisës tonë, kemi buxhetin me 5% dhe në fund të mandatit të parë me 7% vetëm për arsimin. Pse? Për të investuar në infrastrukturën arsimore, ndërkohë që në gjithë Shqipërinë infrastruktura është vlen për të dëshiruar, pjesa e kurrikulave mësimore vlen për të dëshiruar, pjesa e pagave të mësuesve vlen për të dëshiruar, dhe pjesa tjetër e trajnimeve të mësuesve vlen për të dëshiruar. Gjithsesi, edhe pse një farë mënyrë dhe ne vetë jemi në formatin brenda medjave sociale, sepse jemi në Saranda Voice dhe në televizion,
në Facebook dhe menjëherë jemi live, nuk ka emision të tillë në Sarand. Ne do të vazhdojmë ta mbajmë live-in sepse duam që komunikimi me njerëzit të jetë i drejtë për drejtë. Të mos u mbasim të natyrshmen, njerëzore. Njerëzore, thjeshtësinë. I drejtë për drejtë. Mos me detyra shtëpie. Po. Pikërisht. Sepse shikoj te të gjitha partitë politike, të gjithë kandidatët që po investojnë shumë tek mediat sociale dhe komunikimi digjital. Megjithatë, në fund fare, të votuarit, po dhe problemet, janë ato që preken në të përditshme. Dhe unë i kam bërë dhe kandidatë të tjerë dhe do vazhdoj t'ua bëj te kandidatë të tjerë. Veçanërisht juve që jeni një forcë re politike dhe relativisht jeni dhe të rinj në moshë dhe nuk e keni eksperiencën me partitë të tjera, le të themi me angazhime elektorale, mund të ke pasur një angazhim në zgjedhjet e kaluara vendor. Po, gjithashtu edhe unë. Gjithsesi, vota merret duke kontaktuar, duke i prekur njerëzit. Komunikimi me njerëzit është gjëja më e bukur mendoj. Ndjek Tanushi na ndjek? Po, ju ndjek, po. Pra, dua t'u pyes në lidhje me organizimin elektoral. Pra, jeni futur tash në ato ethet elektorale, po punoni me njerëzit. Si po punoni? Po punoni si ekip, po punoni si individ, po punoni me kontakte individuale, apo vazhdoni, sepse ju keni lënë një përshtypje punën e ekip. Dhe përpiqet zoti Lapaj dhe zoti Shabani, edhe pse e kanë atë karizmën, me thënë të vërtetin, që nuk i shpëtojnë dot e një lideri, por përpiqen që her pas here të sjellin, le themi, fjalën ekip. Pra, vazhdon fryma e ekipit. Sepse ne funksionojmë si një ekip. Fakti që ne sot jemi të ftuar dhe kemi ardhur të dy, do të thotë që ne jemi një ekip. Ju më ftuat vetëm. Kuptimi, nëse doni vetëm mua, thjesht mua bë ftesën personale, unë thash kam dëshirë të vi me një pjesë të ekipit. Dhe një pjesë të ekipit që nuk solla dikë as nga Dibra, as nga Tirana. Audienca juaj është e fokusuar po Delvin, Timar, Sara. Ju ndihni Shqipërisë. Po, dhe unë u përpoqa të sjell një pjesë të grupit, se kemi dhe të tjerë, që shtej apo kandidat tjerë thjesht, ne nuk kemi sfidë me njëri tjetrin realisht. Ne nuk kemi qëllimi jonë është i përbashkët. Nëse do t'i referojmë zotit Rama, në fund fare prindit tuaj do dalin deputesion në listë të sigurt. Prindit tanë do bëjnë ndërheshëm e thash. Janë mesazh për politikën e zauruar të ricikluar për shumë vite. Sot, sinqerisht janë lënduar, me të vërtetën, si qytetar, kur kam parë një përdorim të ullët të kryeministrit, të një video në formën e komik, kartun, ku pjesë të opozitës të keqes, domethënë, quante edhe zotin Lapaj dhe sinqerisht më ka ardhur keq. Sepse më vjen shumë keq kur kandidatët në çdo lloj zgjedhjesh merren me individin, merren me jetën personale. Përpiqen ta denigrojnë. Heq vëmendje nga aktualiteti real. Në qoftë se dua ta komentoj pjesën e fushatës, ajo strategji e zotit Rama, nuk do ta komentoj, po jam i detyruar. Po, a nuk duket se është një strategji ndaj të cilës ka qenë kundër kjo më larg se 8 vjet përpara? Zoti Rama? Po, krejtësisht kundër. Zoti Rama 2 javë u mor me 7-313 jo këndim e rep, jo replika o me rame e gjera të tilla. Më kupton 2 javë i kaloj ashtu fushatë. Do të kaloj edhe 2 javë të tjera ashtu. Shfokusim i bën fokusin nga një gjë tjetër dhe tak erdhën zgjedhjet. Dhe realisht njerëzit në qapun e Vlorës kanë 170 kandidat dhe humbasin fokusin nga kandidati, humbasin fokusin nga programi partisë dhe merren me gjëra më falti quaj karagjozuqi. Do të them vetëm një gjë tjetër. Ka kaq muaj që në dyert e Spakut po shkon e tërë qeveria Rama. Ai të merret me këtë gjë, jo me ne. Po kjo është pjesë e retorikës tuaj në takimet me njerëzit? Kjo është pjesë e vjetrës. Ne me pjesët e res, vi me program, vi me objektiva dhe qëllime për qytetarët. Po, shok zoti Dervishi, Lutfi Dervishi, skandali parë Bedlajm, i 10 statistik e 100 sistem. Kemi të bëjmë një sistem skandalesh. Jo më skandale, sistem skandalesh. Dhe në qoftë se juve nuk u morët dhe
ta rrezosh të sistem, duhet të merresh Çdo çudi zgjat tregti tani nuk zgjat më as tregti. S'është problem. Praktikisht nuk është më as çudi. Po, nuk zgjat më 3 ditë se brenda ditës janë i dytë. I dytë. Gjithë janë dalë i dytë, Kemë kupton? 20 ca intelektual nga Saranda me faj dhe papaj, cilët kanë vajtur në burg. Po. Ca prej tyre dhe kot. Realisht, Vuan të gjesh tani një inxhinier apo një jurist apo diçka se kush ka qenë te pjesa e bashkisë apo Luizit apo hipotekës, se shumë dhe prej tyre edhe për jo fajt të tyre, u kupton? Se shumë një pjesë të tyre i njëjmë Problemi është se janë përdorur, janë përdorur. I ka bërë politika, prandaj Po, pra. një gjithë të thash që disa të merë, nuk ta them një herë. Është problem sistemi. Është si ai pjesë e orteku sistemi ku fillon orteku merr të gjithë. I merr zvarr. Prandaj është jo problem. Po, Tanosh, dëgjojmë. Atëherë ideja është tu. E vërteta është, ne kemi hyrë në rrugë, jo për të përfituar kusht, jo për të bërë suksesor. Ne duam vërtet që Shqipëria të bëhet. Unë si Tanush, për shembull, nuk është se kam as probleme ekonomike, as probleme që do të bëjnë në punë në shtet, apo shtet. Nuk e kam fare këtë të shtet. Prandaj ne kemi zgjedhur aty e kjo parti, e kjo lëvizje si njerëz me integritet që duan vërtet ta bëjnë Shqipërinë. Pikërisht ajo, integriteti jon dhe personaliteti jon, i të cilit për nesh, është garancia më e mirë që ne nuk duam as pose, as drejtorira, ministra. Gjithashtu, edhe deklarata e Adriatikut që ne nuk bëjmë koalicion as me të majtën, as me të djatën, as me të as me votën, është të në qartë. Ne nuk jemi as në skjetën e Berishës, as në skjetën e Ramës, as në skjetën e askujt tjetër. Ne jemi njerëz me integritet që duan vërtet të bëhet ky vend. Ne jemi njerëz idealistë. Dhe kjo është garancia më e madhe që ne kemi. Ne jemi njerëz që duan të krijojmë lidhje me komunitetin. Pasi kjo lidhje është shkëputur. Tjetër gjë duan qytetarët, tjetër gjë paraqesin parlamentarët dhe tjetër gjë në fund miratorët aq të Zoti Rama. Pra është shkëputur lidhja me komunitetin. Ne duam ta bëjmë këtë lidhje me komunitetin. Nuk duam për punë, as për postë. I kemi punën tona. Unë, për shembull, e kam mirë të punoj si inxhinier se sa si deputet. Nuk është se kam probleme për punësimin. Apo probleme të them dikush në parlament apo unë dua vërtet jam njëri idealist, dua vërtet që shqiptarët të bëhet. Meqense ju kemi dhe nuk e di nëse do t'u kemi përsëri, por ne jemi të hapur kur të dëshironi dhe kur kemi kandidat të forcave të tjera, të bëheni pjesë në lidhje Skype. Me kënaqësi. Do doja që ju, Tanush, t'i referoni pak dhe disa pikave që si thua që janë sfida personale tuajat, edhe për shkak të angazhimeve të tua. Po. Personale. Mund të na t'i referosh atyre 4-5 pikave që ju keni si angazhime personale për te programit të lëvizjes Nisma Shqipëria Bëhet? Atëherë edhe në kuadër të programit, por këto janë vërtet sfida janë personale për shkak dhe të problemeve të mia senatore. Gjëja e parë që edhe slogani i parë që unë dua të mbështes dhe jo vetëm duke qenë deputet, por duke qenë kudo që të jem dhe duke qenë të aktualisht jam përfaqësues i shoqërisë civile me anë të një organizate e fitim kurse, unë loboj që të ketë sa më shumë ilaçe në Shqipëri, loboj që të ketë fizioterapi kushtoshtë që na shtetësore, loboj që të ketë psikolog e punëes social që na shtetësore. Unë loboj që atë shqiptarë dhe qytetarët shqiptarë të kenë vërtet atë shërbimin e duhur me qenë shtetësore parashore dhe e kujdesi në kujdes shtetësor parashore. Unë dua të loboj gjithmonë kudo që të jetë që strategjitë kombëtare të sinetrisë të shkruajnë në letër. Ka strategji shumë të mira. Jam gatitur dhe me anë të ndërkombëtarëve. Është strategjia kujdesit shtetësor 2021-2030 dhe gjithashtu se ajo 2020-2025. Këto unë do loboj si Tanush, edhe si pas me lëvizja Shqipëria Bëhet, do t'i implementuar kudo që t'jenë. Kjo është ideja e para. E para është pro kundreti, ka dhe momentet të shqiptarët tashmë që janë pasuruar disi, jo në sa qeverisës, por në saj të punës me biznes, dhe në punë e tyre private, dhe në migracion, ka ardhur koha shëndetit. Ka ardhur koha që në vërtet shëndetit.
dhe në programin e Shqipëria vet kam përgjigjur decentralizimi i këtë pari i ishte në tillë. Po të shkojmë të gjithë në Tiranë për një lap, për shembull recetë. Po të kemi në 4 qarke. Në 4 qendra të vendosen spitale speciale. Siç është qesulltëria, po themi, po e marrim si shemb. Pra, për mua shëndeti është i pari. E dyta që është për zonën tonë është padyshim që është turizmi dhe agroturizmi. Se i bashkoj unë turizmin dhe agroturizmin. Po të marrë zonën që thamë, dasem supozojmë të bëjë një rezort të ketë Fiskëllor. Atëherë, do ketë patjetër nevojë për agroturizëm e zona rreth e përqark. Do të realizohej agroturizmi. Ati, një rezort me 12.000, kapacitet 12.000 persona, do ketë nevojë patjetër edhe për manderinat, edhe për ullinjtë e asaj zone, edhe për gjitha këto do të marrë rezorti. Do të jenë shifra automatikisht. Edhe gjithë asaj është dhe bujqësia. Bujqësia sigurisht që aq persona që kanë luajtur në zonën tonë është pak e kufizuar resursi. Por ama, ne do të kemi mundësi bujqësi. Do të shtepi, qeverisja duhet që investojë në kanalet vaditës, në rrugët bujqësore, pra ne të kemi mundësinë për ta krijuar bujqësinë. Pastaj, vinë nga Bangladeshi, apo vinë nga India punëtor, garanti, po ne do të kemi pronar të tokave tona dhe do të kemi pronar në tokat tona. Pastaj resurset mund vinë edhe nga jashtë. Një tjetër çështje që e kam edhe si personale, edhe në saj edhe të origjinës time ka korresponding nga çamëria, është dhe çështja çame. Çështja çame nuk ka nevojë të vendoset për programe. Vetë kushtet, kuta Shqipërisë sankcionon çështjen jo vetëm çështje çame për gjitha çështjet për ishte. Që ka të bëjë me drejtat e njeriut, sepse këta në fund fare janë shpesh shqiptar, ka të bëjë me drejtat e pronës dhe ka të bëjë me atë që mos të diskriminojnë këta persona. Këta janë disa nga çështjet që unë kam. Po themi që kanë të bëjnë me angazhimin tim. Si në rastin kur unë do të jem deputet apo nuk do të jem deputet. Nuk ka rëndësi fare. Po gjendja juaj ju lejon që të keni kontakt fizik me nxjerrësin apo do ta bëni me forma të tjera kontakti? Jo, do të kem kontakt fizik me nxjerrësin patjetër. Nga java tjetër do të nis kontakti fizik, pasi është dhe shpejt dhe në harrojnë nxjerrësin. Por unë fokusohem tek focus grupet. Domethënë për mua deputeti nuk mund të bëhet i kryetar bashkie. Kam dëgjuar edhe zotin Bido edhe shumë të tjerë që do të deklarojnë dhe premtojnë gjëra të cilat i takojnë kryetarëve të bashkive. Dakor, edhe kanë shtetin dhe Kjo është e veçantë e zotit Bido, me sa duket fushatën e mbështet po përgatitet mbase për kryetar bashkinë Sarandë, pse jo? Çështja është që nostalgjia e zotit Bido e çon herë në Berlinë në Sarandë, tani duhet të zgjidhni se ku duhet të bëhet kryetar bashkie. Jemi mësuar se edhe këta gjithë nga 4 vjet. Po pra, jo, po unë nuk e di pse gjithmonë kryetarët e bashkive ju vinë të importuar juve, nuk ka një qytetar, domethënë nga Saranda që të jetojë është çuditshme. Ka qenë shprehje më boves. Saranda akuzon një status të veçantë fakt, po unë isha duke menduar një çik për gjatë kohës që ju flisni, dhe unë e vlerësoj që ju i njihni hallet e zonës. Mos duhet që ta përshëndesim zotin Tanush që mos jetë në linjë. Zoti Tanush. Doni të vazhdojnë të jeni në linjë apo doni të shkëputemi dhe na ndiqni në Facebook? Si ta filloni ju ta shihni, ka problem. Okej, Mund të vazhdojmë. Mund të jetë diçka të kushtuar, kështu që Sepse doja të kaloja bashkë me kolegun besoj edhe çështje njësoj folur me Tanushin ato sfidat personale. Besoj edhe dy kandidatët e tjerë që kemi në studio kanë sfidat personale. Edhe minutazhi kemi një 25 minuta. Na vjen edhe ankesa që nuk dëgohet mirë në fakt. Ka pasur probleme me audio. Megjithatë, ishim duke folur pak më përpara sepse Rama është duke bërë atë fushatën atij sensi që praktikisht nuk është duke u orientuar mbi problematikën, por është duke u tallur me oponencën.
Dhe unë besoj se në një farë mënyrë ai e gjen frymëzimin në faktin Në çfarë sensi e gjen tek ne? Të lutem më lyr të shpjegoj. Në sensin që ai është duke parë që opozita shqiptare në këtë moment nuk është duke fokusuar në një pikë. 8 minuta sherr me një emigrante në Athinë. Po që ka, po normal. 8 minuta sherr me një emigrante në Athinë. Ai me këto momente nuk është duke orientuar mbi problematikat e Sarandës, presidenti në Sarandë dhe me problematikat e Sarandës sutat. Ai është duke premtuar në mandatin e tij të 4 të realizojë ujin 24 orë. Sa herë është premtuar kjo gjë nga Partia Socialiste. Dhe sa herë ka ngelur kjo e pa realizuar. Në fushata elektorale parlamentare dhe në ato lokale. Dhe sa herë akoma kërkon që të aprovoj. Sa herë ka pasur pushtetin lokal. Deri tani. Të përforcoj këtë që po thua, se më kujtua dhe një për të qeshur. Here 4 aktualisht. Sot është në herën e 4. Po tani, ti pyetjen ai drejton ne që jemi në opozitë dhe do vijë për ta bërë këtë gjë. Ai e gjen në një farë mënyrë komfortin, duke parë kaq shumë element opozitar ndaj qeverisë së tij, të cilët janë duke orientuar në plane të ndryshme, duke u shpërndarë në ato 11 linja të ndryshme. Ai është vetëm e ka komfortin e madh që mos ke dalë. Se ka filluar ta lënë gratë, thot kështu, thot. Luli, është pyrë nga s'ka qenë Angli. Po është Luli. Është edhe ky. Luli thot kujdes shoqet e ram, thot, se kanë filluar me të bëj hallën, ç'është. Shko, ata i bëjnë pres njëri tjetrit, ë? Këta janë hidhe prito burit dhe. Po i bëjnë pres njëri tjetrit se s'kan gjë tjetër për të dhënë për qytetarët. Je buk që në ato ku shkon ai të merret një gjysmë orë. Ta me një gjë tjetër, ne kemi parë që në të gjithë Shqipërinë realisht një humbje kohe për të gjithë diskursin politik shqiptar. Ai është një humbje kohe. Po ta shikosh, çdo pushtet ka përdor gjithkohës administratën. Dhe kjo është e padrejtë. Aktualisht e njëjta gjë ndodh edhe në Sarandë, edhe në Delvin, edhe në Vlorë dhe në gjitha qytetet e Shqipërisë. Ogerta. Ma nëse liu. Po. Çfarë do bësh? Edhe Ogerta po kërkon vota dhe ti po kërkon vota. Çfarë do bëni? Ogerta thot, thirrje prindërve, Ogerta, të votojnë me sy mbyllur. Ti si thua, me sy mbyllur apo me sy hapur? Me dorën në zemër. Me dorën në zemër. Pra Ogerta përshëndetje nga Kleva, nga Saranda, nga Delvina, pra me dorën në zemër prindërve. Unë doja t'i bëja një pyetje, t'ia drejton një pyetje po Ogertës, çfarë do bëj me kualifikimet e mësuesve? Sepse po i mban në presion për vota. Çfarë do bëj? Çfarë do bëj me sistemin e kreditit? Po, se ishte në Ministrinë e Shëndetësisë e ndriti dhe erdhi te Ministria e Arsimit për ta shkatruar, për ta fundosur mëkesat që është. Që një vendi, mendoj që shtylla kryesore e një vendi është arsimi. Po patë një arsim të shëndetshëm. Ka një shprehje angleze, unë e di se si do të Shqipëria pas 20 vitesh, nuk kanë vetëm ato drama, sepse shikojtë nxënësit që kemi që edukojnë. Drejt. Në kupton. Ti shikon avokatët e së ardhmes, mjekët e së ardhmes, shikon që ta. Është e qëllimshme ndoshta, është e qëllimshme nga ata. Unë jam duke parë oboret e shkollave në Shqipëri, sot janë nga vendet më të pista të Republikës. Po të shikosh, në pushimin e madh, oboret e shkollave janë nga vendet më të pista të Republikës. Ndërkohë që ne jemi duke pritur që të kemi një politikë e cila të drejtohet drejt edukimit të fëmijëve, ne praktikisht jemi duke i edukuar fëmijët të mos riciklojnë. Asnjëri nga fëmijët shqiptar, askund në Shqipëri nuk është duke u edukuar mbi riciklime. Askush prej tyre nuk është duke u edukuar mbi kujdesin. Praktikisht jemi Bashkia e Tiranës ishte duke u tallur, edhe është duke u tallur. Ne jemi duke folur që po bëjmë djegje të plerave pa pasur djegsa. Ndërkohë në Vlorë, plerat digjen në mes të qytetit. Ishim herën e kaluar dhe pam mish filloi shiu dhe pushoi djegjen e plerave. Të lutem në Delvin, ti ke pasur. Dhe në Delvin po ashtu. Jam hedhur her pas here më anë të rrugës, ti e gjen
ka kush e di se sa vende në gjithë Republikën, edhe në projekte, plerat i kanë anë të Anë të rrugës. rrugës. Në qoftë se keni shkuar në Mursi, keni parë që diku aty, në krah, jetën dhe aty plera. Sepse Te nuk qafe ka... vishës në Imar, vën projektetar, nuk ka lojë do të qafe vishës nga Roma. Kupto. Është dhe keq se është malore do e bësh avash edhe s'po ikën dot nga ik merr që është aty. Kështu që ja, kjo është një situatë e cila është në mbarë Republikën. A nuk ju duket se ju jeni e vërteta që ju jeni atë një pjesë të madhe të problematikave të cilat Do të thotë që a nuk e kuptoni që jeni Ne nuk, jo, sepse mendohet që të rinj përdoren si mish për top. Jo. po thotë që ne jemi ende gati për Absolutisht, të nuk jam duke thënë atë gjë, po ju lutem, ju jeni duke punuar si ekip. Edhe unë ju përgëzoj për atë fakt që jeni duke punuar ashtu si ekip. Po ju jeni një ekip i vogël. Jo, nuk jemi i vogël, nuk jemi i vogël. Jo. Le të jemi duke folur. Ne kemi dhe sloganin, nuk ka forcë më të madhe se populli kur bashkohet. Ne kemi qytetarët me vete. Pse do të ne kemi qytetarët? Kur ne donim një se jemi firma për votën e diasporës, gjithë qytetarët ka qenë pro këtyre firmave dhe na kanë mbështetur. Më fal, Bimi. Të lutem, unë jam këtu në tavolinë. E dyta, në çdo takim që ne kemi bërë në Shqipëri. Pjesë, më fal Eva. Jo, nuk e bëra për faleminderit. Jo, falenderoj. Besoj. Se besoj Unë besoj në pluralizmin politik. Secili ka drejt zgjedhjet Zgjedh. zgjidhje. Unë besoj që ka nevojë për këtë gjë. Dhe në gjithatë, jam duke ju bërë këto pyetje sepse në të njëjtën kohë unë jam duke e ndier këtë gjë. Ju jeni duke bërë një shënditje si puna e pulbarët që përpiqet të kapi ndonjë sardele ndërkohë që peshkaqenët janë në ujë. Nuk ta pranoj këtë pjesë, Bimi. Për Ne- shumë arsye. Nuk ta pranoj për shumë arsye sepse ne, kjo parti e re, kjo parti e vogël, siç na quajnë ju, se për mua të madh apo të vogël të bëj shifra, dhe shifra do janë në 11 maj. Se ju keni për të parë. Po. Kështu që s'mund të na gjykoj dikush për të vogël. disa. Të dy. Ka në 2021 në shkollën katror. Dhe çfarë do të ka pasur? 2023 nuk e di fiks, po jam i sigurt që mbi 10.000 se ka qenë tek partitë që morën fonde nga Fonde këtë. nga, po. Se është minimumi 10.000. Nuk ta pranoj pjesën që ne jemi mish për top, apo do jemi merrem në Cironga, okej. Ne kemi qenë ata që kemi marrë më seriozisht nga ditë për pjesën e diasporës. Atë që kemi bërë ne me mbi 30 ca aktivitete nuk e bën dot as si parti e madhe sot. Jo, po produkti që është, cili është produkti? Produkti Se janë dhe ky do të jam mblodhin në palet edhe në Athinë edhe Ja, ta tregoj kush, do hapësh pak, çfarë ta të cila kamerë, tregoj ta pjesën e tretës. Ta tregojmë. po tregoj. Po tregoja çik fotën për Kamera ne e përballë ka kamerën, shikoj kamerën, na ndjekin qytetarët, Kjo është pjesë e Kretës, ku ta tregoj? jo se ma tregoj mua, s'ka. Pëlqen pjesa e Athinës dhe e Kretës? Bosh, ë? Jo, s'është bosh, shiko autobusat, kënë edhe autobusat. Që nga Saranda dhe nga Jo vetëm nga Saranda, nga Korça, ku ti janë? do të thonë gjithë qeveria është në Kretë dhe në E ku Athinë. do shkonim në autobusat në Kretë? Me tragjet, Në tragjet. është më lirë. Mund ta tregosh te kamera Ja ku i keni. Autobusat. Është e soshme, me autobusat. kryetarët e bashkive Sarandë Elvin, Janë vite të Janë reja, të zakone të vjetra. Po, kështu ë? po. Të mbushë shto autobusa, makina për të treguar një masi, ndërkohë që ne kemi shkuar në çdo lloj qyteti të Italisë, kemi shkuar në Athinë, kemi shkuar në 3 qytete në Kretë. Mos shko më larg në Shqipëri, thuaj që e vërteta është që PD-ja nuk po i mbledh dot me njerëz se siç kanë mbledh diku. Shiko se shumë Dhe ne nuk kemi pasur as pushtet, as kemi dhe njerëzit qytetarët vinë na dëgjojnë dhe na mbështesin. ne e pranojmë që keni qenë të parët që keni prekur diasporën edhe keni bërë Edhe ne përpjekje ka prekur. për t'i bërë pjesë të procesit. Po, dhe sot ne kemi kandidat nga diaspora në listat tona. Bukur. E kemi bërë fakt të kryer. Pra çdo gjë që e kemi thënë, e kemi konkretizuar. Dy partitë e mëdha, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, kanë ndjekur dhe procesin e regjistrimit.
Edhe ne kemi ndjekur procesin kollektivisht. Shpresat se mund të Partija kuptojnë. Socialiste po, nëpërmjet administratës duke Po, detyruar po, të s'ka Partija Demokratike jo, sepse deri në 1 mars ka qenë primare, kisha të gë. Po andaj kërkoj dëshirë që Gjithsesi kam një informacion që janë bërë përpjekje për të ndjekur procesin e regjistrimit, se mos vallë kuptonin se ku ishte trendi. Ju, meqense keni këto që thoni kontakte të mëdha me diasporën, e keni ndjekur trendin e regjistrimeve dhe sa mendoni prej këtyre regjistrimeve janë në favor të lëvizjes nisma Shqipëria Bëhet? ne do ta Jo, vazhdoj. ne kemi ndjekur vazhdimisht dhe me kontakte dhe me kemi asistuar shumë te pjesa e regjistrimit, kemi asistuar virtualisht dhe ku kemi pas mundësi, domethënë disa qytete të Europës kemi asistuar dhe fizikisht kur kanë qenë në dashamirës dhe ne presim minimalisht një trend që e dim, domethënë nga 15-20% e diasporës që i jemi të sigurt që është pjesë e jona. Okej, mirë, se po japojmë fundin. Vasil Dali, vet, sa emigrant ka regjistruar? Nga familjarët të afërmit të njohur. Vasil Dajko nuk është se ka regjistruar vetëm familjar, ka regjistruar dhe dashamirës. Tani një llogari fikse nuk mund ta. Mbi 50 apo më pak se 50? Shtoj dhe 20. Dhe 0. Duke qenë se shqiptarët e kanë braktisur Shqipërinë për një jetë më të mirë jashtë trojeve shqiptare, mund të themi se gjysma e shqiptarëve janë jashtë, kështu që regjistrimet kanë qenë të shumta. Nga të dyja palët. Dajko është ekonomist Duke pasur parasysh që Partitë Demokratike do të kështu që së pasi gatimet e lurit nuk do të bëjnë. Them shumë e qartë. Ne Ka bërë siç bën dhe lista në qoftë se Po. shkon te një zyrë të Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste, ato listat që bëjnë gjasme grupe pune, në qoftë se ku ti kanë 5.000 vota, me ato fletat e regjistrimit kanë janë 20.000. Kupton? Dublojnë njëri tjetrin. Vetlema. Nuk është se janë reale. Kupton. Pa nuk besoni se edhe ju jeni njësoj? Jo, po nëse ke bërë aftime me detyrim. Jo, kanë qenë vetëm me dëshirë. Si e dini? Është me dëshirë rande. Jo. Emigrant. Un kam qenë në takimet që kemi zhvilluar. Ime se i kemi parë. Ka qenë Sa keni regjistruar ju Unë si? personalisht nuk është se kam bërë regjistrime, por ka qenë ekipi që ka ndihmuar për këto regjistrime dhe ka qenë shqip. Nga emigracioni do të votojnë për ju. Dhe nismë Shqipëria Bëhet. Në gjithë Shqipërinë. Po gjithë njerëzit i kam jashtë. Shumë pak kam këtu, kështu që nëse unë them te pjesa e Delvinës, mund të them tek 300, një shifër të përafërt, mos e them që më shumë se kaq, po. Shumë. Tanush, ke pasur kontakte? Tani do të bësh pjesën e diasporës, të bësh një llogaritë se sa do votojnë për ne. Jo, do ta përmbyshe. Që mos të vjen në një Shqipëri. Ishte e bukur kjo. Por nuk janë vetëm ata që kemi regjistruar ne, a? Po, Ne presim me shozerën nuk përqenjua, me pak. Sa do të bësh një llogaritje për sa presim ne nga Shqipëria, për totale Shqipëri, ta them unë. Po thuaj. S'do ishte lodhur ke ekonomisë në Po ma krahas. thuaj. Ma thuaj. Presim minimalisht 70.000. 70.000 votues Po, në gjithë Shqipërinë. nga diaspora. Nga diaspora. 246.000 të regjistruar, normalisht do ketë një farë se jo të gjithë 70.000 do të votojnë minimalisht post. 70.000 po. 70.000. Shqipëria bëhet. Shqipëria bëhet. Ai skaneri që do lexon. 6 gjithmonë. Shqipëria bëhet, po. Shqipëria bëhet, po se po do mirë, do shkoj. Është jemi pa që kemi ekonomist. Edhe të bankës, edhe të kredive. Po mirë, 70.000 janë emigrantë. Po sa vota është përqëmëria në gjithë Shqipërinë? E krapërsi. Shiko, ne Se të thua 70.000 vetëm emigrantë dhe atëherë të shtoj 0, se e shtoj. nuk është halli të shtojmë 0, të bëjmë qefi vetës, sa të bëjmë qefi njëri tjetër. Jo, me që e shtoj një 0, po me Jo, 700 jo. Nuk e bestoj, por nuk është dhe pa mundur kuptimi që ne nuk kemi strukturat as të PS-s, as të PD-s, dhe as ata votues Nësa shikojmë nuk kanë e platë bëjnë kickmaker. Jo, jo ta përfundoj. Ne me këtë qëllim kemi ardhur. Do me Bëjnë qeverin, jo kickmaker. në qoftë se sa arritur të bëjmë qeverin, do jemi faktor që Që të asnjë jenë- parti tjetër politike mos Mos të bëjë bëjë. qeverin. Dhe të kanë si dhe Me numra në pak më të vegjël. Me numra pak më të vegjël.
Jo, me ta përfundoj. Po, parë. Do me thënë të pjesa e emigracionit thash diku tek 70.000. Po. Që është një parashikim modest i jopi. Besoj që është modest. Ndërkohë te pjesa e Shqipërisë, ne kemi ca kalkulime duke bërë gjithmonë ato skonto tona. Po. Dhe mendojmë se minimalisht ne arrim 250.000. 250.000. Por nuk është e pamundur bëjmë dhe plebishit tjetër. Populli është më rritur. Jemi duke ardhur drejt fundit. E di pse e tha Vasili këtë, e di pse unë e besoj, sepse të gjithë ata që kanë ikur për shkak të keqeverisjes së PD-s dhe PS-s. Po. Kështu që mendoj se janë të zhgënjur dhe si ndëshkim do të japin votën pro ndryshimit, pro Shqipërisë bëhet dhe numri 6. Po vjen praktikisht në atë me emisionin, po Nuk e di pa bëj këtë. Mesazhi të politik po doni vi prapë e Me kena stir. Madje do të themi dhe kandidatët e tjerë se duan Me kena stir. Ju në sanat dhe në Delvin, edhe ju jeni të mi pritur këtu. Faleminderit. Po duke hequr këtë nga diskursi, unë do të doja që të thosha që sjelljet do vinë, sjelljet do ikin. Unë ju preset të tëja. Ati po e keni pasur problem më përpara. Unë kam ftesa të tilla. Atëherë, Kimi, do të konsideroj vetëm për një prejesë. Unë dhe familja ime, nëse do ta marrim bazë familje, kemi qenë historikisht familje djath, po jo PD. Sepse për mua, mendimi im personal gjithmonë, nuk është se po bëj analizë të Partisë Demokratike, Partia Demokratike nuk ka qenë asnjëherë djath. Prandaj e citoj dhe theksoj fort që ne kemi qenë familje djath, po jo Parti Demokratike. Për çfarë arsye? Do dhe të analizoj arsyet. Po se ke llafin e djath me nanën? Jo. Parti e djath, i djath e PBD-njëshi. Jo. Nuk kemi pas aderime as fiksime për të aderuar për parti politike, kemi qenë historikisht, unë kam qenë nga gjyshi dhe stërgjyshi, kemi qenë familje të karash. Do me thënë, ne jemi pro tregut. Ne jemi pro pronës private që Partia Demokratike për mendimin tim e ka shkatruar po në private. Por një kësa arsye, në tjera vite, po është një pjesë e këtij zvollumi që po bëhet me pronat private. Ish pronarët akoma s'po mësojnë pronat e tyre. Bëhet një shamje 51-shi dhe s'bëhet kompensimi pronës. Dhe disa njerëzit akoma zyrave të hipotekës. Dhe disa tjerë është pjesa shamje 51-shi që dhe aty që e bën nuk e dha me dokument. Shamje 51-shi çdo vit të vjen ai punojësi bashkisë nga taksat, shkon te fshatari, i thot ke X dy lim, e ke në këtë vend, ke kufi këtë person, është në emrin tënd, ke kaq lekë për të paguar. Okej, paguaj qytetari shkret. Kur vjen ora për të pasur, kur vjen ora që kërkon certifikatën, nuk e dim ku ke pronën. S'e dim sa metra ke, s'e dim ku e ke, me kë kufizohesh. Do me thënë, 751-shi të paktën për ato prona që nuk ka mbi vendosje ose konflikt, mund ta japësh edhe për një javë, ta premtosh. Gjithë do ta aproboni apo ju do ta rishikoni? Çfarë do zgjidhni? Si do zgjidhni të çështje? Këtë pjesë. Partia juaj. Të 751-shi, apo të pjesën e pronarëve legjitim ose ish pronarëve. More këtë pjesën me 7501-shit, mira copa tokash të shpërndara në Keni në pronar të skurt, të cilët nuk duan që t'ia dim për tokën, të cilët nuk janë duke kultivuar apo duke kujdesur për të. Pikërisht, një pronë kur e ke pa dokumente zhvillon dot. Tazëm se kanë dokumente. Jo, të pjesë e madhe e njerëzve kanë Të pjesë, një pronë pa dokumente zhvillon dot. E zhvillon dot me dokumenta? Të pjesë e zhvillon. Ata që e kanë me dokumenta. Një pronë pa dokumenta nuk e shet dot. Nuk blen dot një pronë pa dokumenta, nuk merr dot leje ndërtimi nëse është letruar. Si mund të bëhet një fermer më i madh, kur ka 2 lim tokë edhe nuk blen dot rreth e rrokut Ti si je duke pretenduar që ta zgjidhësh këtë çështje? Ti sapo ishe duke thënë që si dakord me atë çështje? me këtë çështje. Me 7501. Po është fakt. S'ka si është bëj. Atëherë si e Sepse rregulluar? në qoftë se ka qenë titullin e procesit ka pas gjyshi im, pronari si në qoftë se titullin e procesit ka gjyshi im, tani e kam unë. Ka kaluar 3 breza dhe akoma s'ka dalë certifikata. Ndërkohë për pjesën e ish pronarëve ose pronarëve legjitim që dua t'i quaj, ne e kemi shumë të rafinuar dhe mendoj sepse do jetë zgjidhja ideale për ta mbyllur këtë pjesë një hemorragji që është në sistem.
Ta shpjegoj. Ne kemi në programin ton, e kemi të studiuar që janë 2 zona bregdetare me 300 hektar, që janë në pronësi shtet dhe nuk ka pretendim nga asnjë palë private si ish pronare. Ato ne do i vëmë në funksion të ish pronare. Gjën dhe rama, Po ta dëgjoj, po do ta vjet si program me ta vjet. Jo, ato pronën. Po edhe pronën do ta vjet dhe për ta mbrojtur, po s'ka çfarë. Ti sot Gjyshit e mori. ti sot se rregullohet pjesa e Po pronarëve. pyete 3 herë si bëhet dhe do të them mu si e kemi menduar ne. Tani një person që ka 100 hektar nga gjyshi vet në tropoj, do i konvertojë me një koeficient më të vogël sepse është buzë veti në 1 hektar në të themi. Po do jetë 1 hektar tokë zhvillimore, do jetë truall me leje ndërtimi. Dhe ajo do zgjidh njëre për gjithmonë. Dhe kush do të mbaj pjesën monetare të kompensohet me pjesën monetare, nga 10% çdo vit për 10 vjet është i likuiduar me vlerë tregu njëre për gjithmonë. Fikse në vend të investitorit strategjik, sa po fusni investitorin e rastësishëm. Se investitori rastësishëm. Sepse po japim copa toke njerëzve të cilët nuk kanë asnjë plan të qartë. Kush i ka planin të qartë? Po janë ta një individët që diku Ta- gjyshi i tyre ta- pas pasur ta- diçka. Stëri gjyshi biles në këtë gjenerat. Po pse ti mendon se prona u mbet vlerën apo ty thua proces ndonjëherë? Absolutisht. Prona është gjëja më e shenjtë në demokraci. Po sa gjëra do ndërtohen më në këtë bregdet shqiptar, që edhe aktualisht Po, nuk e buajtur nuk është problem. Bimi nuk është problem zhvillimi, po është keq menaxhimi dhe keq ndërtimi. Saranda nuk do të jetë problem të ishte zhvilluar gradualisht me vila siç është projekti i parë me 2 kate, 3, 4 dhe 5 në pjesën e fundit rrugës së 6. Edhe megjithatë nuk do të ashtu. Nuk do, po pikërisht ato të them, nuk Nga kush erdhi kjo uri? Në kaq vite, nga kush erdhi kjo uri? Nga kush erdhi kjo uri në kaq vite? Vjetë nuk ke një plan studimi. Jo qytetari, se bën qytetari. Se e lejon pushtetarin që ka ligjin, pse? Për interesat e veta. Dhe ju po e shikon. Nëse ligji ta ndalon dhe është njësoj për të gjithë, jo vetëm për atë që ka postin e ministrit të ndërtojë atë vilën aty, por është njësoj dhe për atë dhe për qytetarin që kërkon pronën e tij, atëherë jemi në të drejtën e Zotit, një shtet ligjor, me të drejta të barabarta. Jam duke kujtuar një kohë jo larg, 15 vjet përpara, praktikisht u ndërtonin edhe paleje, që ishin të barabartë. Ne nuk kemi pronë ndërtimit të leje, se nuk e fituam asnjë moment këtë gjë. Edhe të gjithëve u legalizoi njësoj? Edhe prishe një aty e një këtu. Një po. Jo, s'fa. Një. O të arro familje me 2010-ës. Jo, nuk e. Nuk e. Një padrejtësi. Një padrejtësi. Ose ai që i legalizon dhe merrte shumë më marrëmendse te qytetari që e legalizon, mos harrojmë tek këtë pjesë tjetër. Besoj se ka qytetar që për zhvillim kombëtar ose për një vepër madhore, nga momenti që tregojnë drejtësi për të gjithë janë barabartë. Nuk besoj se ato. Ligji mbi gjithçka mendoj unë. Ligji është kryesori. Në qenë se ju në Delvin jeni 2 zonja. Po. Ose zonja Majko. Po, e përshëndes dhe ju uroj suksese. Unë jam qytetare, është e re, nuk ka Futojmë në Skype dhe ta bëni atë me kënaqësi, nuk debatin. Po si do t'i ndani, apo do të vizoti bi do të marrë votat e Delvinës? Shkurt. Qytetarët e Delvinës janë të lirë të votojnë për njeriu që mendon se do t'i përfaqësojë nesër në parlamentin shqiptar. Keni 10% Dhe unë nga eksperienca e 19 viteve në profesionin tim, qytetarët e Delvinës e dinë se kush jam, më njohin për atë që unë kam dhënë për 10 vite në Delvinë si mësuese, për njeriu pozitiv dhe për njeriu që nuk bëj kompromise me askë. Në që se jeni mësuese. Jam mësuese, po. Jo, unë do të thaj një gjë tjetër, se na ofroi që të bashkoheshim pas zgjedhjeve të Partia Demokratike dhe unë do t'i bëj një ofertë tjetër. Meqense ne jemi një parti ku kemi garën, kemi meritokracinë, kemi listat e hapura, meqense Partia Demokratike nuk ta dha asnjëherë mundësinë
që ju të garoni në lista të hapura, ju mirëpresim të Shqipëria bëhet ju dhe çdo tjetër që ka dëshirën e garës dhe ka shpirtin e garës dhe të rebelit. Deri tani Mirëpresim çdo qytetar që e ka këtë dëshirë madhësone. Po çështja është që shumica e shoqërisë shqiptare sot thot një komentues. Mendon që luks është makina, rrobat e shtrenjta, ato luksoze, shiko pik, drata, shiko Jo, këto. jo, ajo është një Por luksi komercialitet. vërtet, thot, është mëngjeset e qeta, liria për të zgjedhur, një gjumë i mirë, qetësi shpirtërore, ditë të qeta dhe relaksuese, të qenit i pranishëm pra njerëzve të tu, njerëz që i doni. Pra, Drejt. unë shpresoj që partia juaj të jetë fituese në këto zgjedhje dhe pikërisht këta qytetarë me mëngjese të qeta, me liri për të zgjedhur, me një gjumë të qetë, me qetësi shpirtërore, të votojnë për ju dhe për parlamentarët e rinj në Faleminderit. parlamentin e Shqipërisë. Unë e thash, misioni që kam bërë për 19 vite në arsim, duhet të jetë në politikë. Pozitiviteti dhe dashuria që kam përcjell në mësimdhënie dhe kam marrë paralelisht nga fëmijët, duaj që të jetë të gjithë qytetarët. unë ju faleminderit. Faleminderit. për prezencën. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi që ju kishim. Edhe Të për ne. dashur miq, Normal të pikësh për një bë të mirë. të Ka hapur një dashur diskutim. miq, ishte kënaqësi të kishim me Kleva Merko, kandidate për deputet arsimtare në profesion nga Delvina, Vasil Dago, ekonomist, i njohur në sistemin bankar. Faleminderit që na keni ndjekur. Do të jemi këtu në këtë periudhë elektorale, siç kemi qenë vazhdimisht, të hapur për të Faleminderit gjitha që na ndoqët. forcat politike. Na ndiqni, presim edhe Falenderojmë zotin Tanut Sharuar, kemi pasur një mesazh nga Tirana. Miro takoshim të dielën e ardhshme. ditë mira. Faleminderit, mirë.